Po më shqipni kusht ka qit me kry je ke pas qenë se po një anë urat e dheo të tjërë shpinan. Mirë pra Petro, s'kena për ty, për bëj mutën. Okej, atëherë mbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në këtë space të radhës. Tema për sot është tema e Belerit, ose më saktë çështja Beleri. Fredi Beleri ishte kandidati i PVD-s për kryebashkiak të Himarës, dhe ai tani ndodhet në burg pas një çështje gjyqësore që ju hap gjatë fushatës zgjedhore, ku pretendua se ai po blinte vota, dolën në disa prova, dolën edhe në publik. Edhe Beleri përfundoi në burg. Më pas kjo çështje u ndërkombëtarizua, sigurisht edhe grekët u solidarizuan me Belerin, madje ka reaguar edhe kryeministri i Greqisë, Mitsotaçi, edhe figura tjera të larta të shtetit grek, dhe sigurisht janë përfshirë marrëdhënie dypalëshe Shqipëri-Greqi, sepse Greqia është tepër e ndjeshme ndaj çfarë do lloj çështje që i përket minoritetit grek në Shqipëri, edhe nëse është në Himar apo kudo qoftë. Ndodhi që u ndezën nacionalizmat, filluan debate nga më të ndryshmet, opozita e Shqipërisë u solidarizua me Belerin dhe e quajti këtë si një shprehje të radhës të autokracisë së Ramës, dhe sigurisht që kjo çështje u politizua, u përfshi nacionalizmi e shumë çështje tjera. Tani ne do përpiqemi ta trajtojmë secili sipas bot kuptimit vet, sipas informacioneve që kemi, edhe të përpiqemi të kuptojmë pak se çka ka ndodhur, si duhet interpretuar dhe çfarë implikimesh mund të ketë kjo për të ardhmen në Shqipëri, edhe po ashtu dhe për marrëdhëniet ndërmjet shtetit shqiptar dhe shtetit grek, dhe që është më e rëndësishme ndërmjet shtetit shqiptar dhe komunitetit grek që ndodhet brenda Shqipërisë, janë nën shtetas të Shqipërisë. Si këta do relacionohen me shtetin tonë, si do relacionohen me shtetin grek, si do kërkojnë drejtësinë e gjitha këto. Kjo sa për hyrje, pastaj nëse ke pyetje Bleon mund t'i përgjigjem. Po, bëj një pyetje të shkurtër sa për të ngrohur një çik, domethënë. Okej, ajo arrestimi i famshëm me atë videon, domethënë u bë publike etj. Unë nuk është se kam shumë dashuri për këto, as Belerin, as këto minoritetet, domethënë kjo dihet tashmë, por ideja është nuk është aq bardhëzi se sa duket, e kupton, përderisa ai arrestimi ishte aq publik, mendoj se mungon pak transparencë që si u vodh, cilat vota u shitën, kush i mori parat. Këto pjesët e transaksionit janë paksa të paqarta. Ai individi e ka besueshmërinë, bashkëpunuesi i policisë, me sa kam kuptuar unë, e ka besueshmërinë shumë të ulët pasi është njëri me precedent. A ka dalë ndonjë gjë tjetër, ka diçka që të jetë, le të themi, një bazë e fortë dyshimi ose një bazë e fortë hetimi, apo ne do presim vetëm procedurat edhe asnjë gjë tjetër? Shiko, unë mendoj se në këtë rast janë 3 çështje të ndryshme, të cilat me qëllim ngatrohen. E para njëherë është procesi, gjyqi penal, procedura penale, gjitha këto tjera, dhe kjo i përfshin ato që i përmendet i provat, bashkëpunëtorin, hetimin, prokurorin, vendimin e gjykatës etj. Nëse kjo do ndodhte për cilin do kandidat për kryebashkiak, nuk do ishim duke folur për marrëdhënie ndërmjet dy shteteve, por do ishim duke folur për marrëdhënie ndërmjet prokurorisë edhe një të hetuari, ose nëse do politizohej ndërmjet qeverisë, prokurorisë dhe një të hetuari. Kështu që procesi gjyqësor i përfshin gjitha ato që i përmende, bashkëpunëtorin, provat, parat, cilat supozohet se janë dhënë e gjitha tjerat. Unë, me aq sa jam i informuar, mendoj se çështja ekziston dhe nuk është ndonjë habi e madhe për mua që një kandidat ka ble vota në Shqipëri, qoftë ky edhe Beleri, sepse ne dim shumë mirë që ato ditë të fundit fushatës njerëzit e kanë nda mendjen për këtë do votojnë. Ata që se kanë nda mendjen janë disa njerëz cilët blien lirë, blien me ndonjë 50.000 lekë ose me ndonjë thes miell,
janë njerëzit më të pandërgjegjshëm për mendimin tim, janë ata që e shesin votën krejt lirë, sepse marrëdhëniet e tjera apo pazaret e tjera për vende pune apo ku diun si çfarë, ato konsumohen shumë shpejt, nuk priten ditët e fundit fushatës. Ditët e fundit fushatës janë një sulm kështu për të kapë ca vota më shumë. Dhe kjo ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Domethënë unë mbaj mend në zgjedhjet e fundit dolën edhe ca skandale në thonjza ku në Bashkinë e Shkodrës po shpërndante Barsfahia, domethënë punonjësit e Bashkisë Shkodër po shpërndanin ndihma me një kamion. Kishte akuza nga opozita për blerje votash nga qeveria kundërpërgjigjej duke nxjerrë këto skandale apo pseudo skandale. Kështu që për t'i rënë shkurt, unë nuk është se kam ndonjë dyshim që Beleri mund të ketë qenë duke ble vota aty. Por duhet ndar procesi gjyqësor nga procesi politik, sepse për shembull Nikola Gratteri është kryeprokuror i Kalabrisë apo i Katanzarës, jam i sigurt. Por është një ndër njerëzit kryesorë që merret me drangheta në Itali dhe godet atë fuqishëm. Edhe ka qenë edhe kandidat për ministër të drejtësisë në Itali me qeverinë Renzi, por presidenti nuk e aprovoi për arsye të tjera. Ky ka thënë që në procese gjyqësore nuk përfshihem për sa kohë nuk ka një vendim të formës prerë nga ana e gjykatës, por thoshte mënyra si unë veproj është që nuk nxjerr detaje nga hetimi para zgjedhjeve ose në fushatë zgjedhore. Sepse edhe nëse del i pafajshëm kandidati, ti e ke ndikuar atë fushatë. Thoshte pres sa të mbaroj fushata zgjedhore, pastaj i nxjerr në publik rezultatet e hetimit tim. Ti hetimin mund ta bësh kur duash, nuk të ndalon prokuroria nuk e ndalojnë dot zgjedhjet për të hetuar një person. Dhe fakti që ti i publikon rezultatet e atij hetimi apo nxitohesh të arrestosh dikë para zgjedhjeve, do të thotë se drejtësia po përdoret politikisht. Unë nuk kam asnjë dyshim që në këtë rast drejtësia është përdorur politikisht, sepse Rama kishte interes që të godiste kandidatin e opozitës në himar, edhe pse ai kishte vlorën sigurt në xhep dhe gjitha bashkitë e jugut, prapse prapa ai ka dëshirë që ta marrë edhe himarën, sepse pse jo, është një zonë e rëndësishme, zonë me prona të rëndësishme, askush nuk ngopet me pushtet. Kështu që kjo është ndarja ndërmjet procesit gjyqësor dhe procesit politik. Pastaj është edhe çështja e tretë që ju mbi vendoset tyre dhe janë marrëdhënie ndërmjet dy shteteve. Dhe për mendimin tim, në një proces gjyqësor një shtet nuk duhet përfshihet. Për shembull Greqia në kushte tjera s'do kishte fare lidhje të përfshihej një proces gjyqësor, sepse ka minoritarë në Shqipëri që gjykohen që shkojnë në përgjigje çdo ditë. Mund shkojnë në përgjigje për vrasje, mund shkojnë për nuk e di, për çështje pronësie, mund shkojnë për çështje familjare nga më të ndryshme. Shqipëria ka një sistem gjyqësor, ka një kushtetutë, ka institucione drejtësisë. Nuk është se duhet presin drejtësi nga ambasada, apo duhet të lëshojnë deklarata kryebashkiakët dhe politikanët e Greqisë për çdo proces gjyqësor në Shqipëri, është absurde. Ky është absurdi numër 1. Absurdi numër 2 ose më saktë politika e jashtme e Ramës, në këtë rast ka qenë shpërfillse ose ndoshta edhe manipulatore, sepse unë mbaj mend që ai e mori Mitsotakhin dhe i tha do bëjmë një bust të babait tënd në Derviçan të Dropullit. Edhe mos harro të kthehesh. Pastaj dërgoi edhe ato zjarrfikset për të shuar zjarret në Greqi. Pastaj mori në telefon personalisht edhe gazetarin e Protothemës për të diskutuar dhe për të sqaruar çështjen. Pra, ai mundohet që të manipulojë, mundohet që ta kaloj çështjen si një problem dytësor, mundohet që t'i relativizoj gjërat, por në këtë rast është përballur me kokforcinë e grekëve, sepse grekët nuk është që thjesht ti mashtrosh, se kalin e Trojës ata kanë shpik vetë. Kështu që edhe e fundit, që du të them, se tani ndoshta po i konsumoj gjitha, po e fundit, t'ju jap fjalën edhe tjerëve, është që po ta mendojmë pak në aspektin kombëtar, kjo ka dhe implikime tjera, sepse Ramën e dim si është, e dim autokracinë e gjitha tjera, po është i pari kryeministër pas Berishës së viteve 90 që kundërshtonte grekët për ata të organizatës Mavi, apo për Janullatosin, apo për kushtetutën e 94-s e gjitha këto, po ky është i pari kryeministër që unë mbaj mend që tregohet kaq shpërfillës ndaj Greqisë, edhe
edhe mundohet t'i mashtrojë. Njëherë i thot do e lejoj Belerin të betohet, pastaj Beleri nuk betohet dot, dhe unë mendoj se ai ka një kredit të jashtëzakonshëm politik nga ndërkombëtarët për arsye të tjera, sepse ka këtë kredit pastaj duhet diskutuar. Por unë mendoj se ai këtë kredit po e përdor në favorin e vet, po kjo mund të jetë gjë e mirë në një kuptim sepse mund të vendosë një precedent, sepse kushdo që mund të vi pas Ramës e ka një precedent për t'i thënë Greqisë stop. Domethënë çështjet tona të brendshme janë çështjet tona të brendshme, ti nuk mund të përfshihesh në to. Dhe ne kemi parë Greqinë se si është përfshirë që nga rasti Kacifas, e më parë si ka qenë një tjetër, ja harroj emrin, që vdiq në Greqi në Himar në një aksident rrugor dhe e trajtuan si krim etnik. Pra do ketë një precedent për t'i thënë që shikoj se edhe ky shtet ka një dinjitet vetin, vërtet ne kemi qenë të varfër të shiteshim për 300 euro. Por ka një moment që ti duhet të ruash marrëdhënie të partneritetit, nuk mund të na kërcënosh gjithmonë, nuk mund të sillesh gjithmonë si me arrogancë edhe me agresivitet, dhe sigurisht që do kesh një përgjigje. Por kjo mbetet për të parë pastaj se si do zhvillohen dhe kush do vinë pushtet në Shqipëri. Me kaq po e mbyll për momentin, o jap fjalën tjerëve. Po pyetje domethënë edhe Petri edhe Energji kur do tani. Shiko, okej, ka kredit Rama politike, çështja e hetimit, unë nuk mendoj se në fakt ashtu si ti edhe si ai prokurori i famshëm italian, domethënë, mendoj se ajo është në situatën ballkanike pothuajse e pamundur që të ndash njëra nga tjetra, edhe në shumicën e vendeve të Ballkanit nuk ndodh ajo ndarja, le të themi, e drejtësisë komplet nga politika, por e zëm se është përdorur ashtu siç e thua ti, e marrim të mirë qenë që është përdorur për arsye politike. Në qoftë se kjo ka qenë e dokumentueshme e mirë, siç e the ti që ai prokurori që është e presim derisa të mbarojë procesi dhe pastaj nga pas i nxjerrim të gjitha ato konkluzionet e hetimit. Mendon vërtet se kaq budalla është Rama që ta bënte më përpara dhe ta linte kështu si peshk të ftohtë kot pa lidhje, domethënë mendon se nuk e kanë të paktën këta nënpunësi shqiptar atë forcin ose zgjuarsin që të mos të bëjnë këto lloj gabime të tilla, domethënë sepse nëse ata nuk mund ta provojmë, kjo është një nga dështimet më të mëdha që mund të ndodhi në pjesën e, le të themi, ligjvënies shqiptare. Është skandal me vete. Në qoftë se ata e kanë të dokumentuar, domethënë edhe siç jemi ne të bindur që okay, ka blerë siç kanë blerë të tjerët. Në qoftë se kjo është, le të themi, e pranueshme deri diku. Si ka mundësi plak që nuk e kanë ngritur këtë kurthin apo quani çfarë të duan aq mirë. Po ne. Po më pëlqeu si u shtrua tema nga parafolsi, domethënë është e vërtetë që kjo është e vërtet shumë e komplikuar. Ka shumë shtresa. Duhet parë në shumë aspekte sepse ka shumë faktorë të brendshëm dhe të jashtëm që ndërhyjnë. Dhe domethënë para është çështja teknike. Domethënë ai akuzohet për blerje votash, kaq e thjeshtë. A besojmë ne që ai është përfshirë në blerje votash? Shumica e besojnë. Unë personalisht kam një histori ose më saktë një burim të brendshëm nga pjesa, po themi, jo e Bregut, po nga pjesa e fshatrave të Lumit Vlorës, ku bëjmë pjesë në Bashkinë Mar, nga njerëz që personalisht më kanë thënë që ai ka shkuar për bler vota aty. Domethënë kjo është, unë personalisht jam i bindur për këtë sepse kam një burim të sigurt edhe të besueshëm. Por çështja është teknike, domethënë ai është i akuzuar për këtë, është në burg dhe do gjykohet. Pastaj vjen pyetja tjetër, në momentin që ai do gjykohet, a është gjykata e pavarur, a do gjykohet nga gjykata, po themi, nuk e di, e Vlorës, apo do gjykohet nga Spaku? Domethënë kush do e bëj pjesën e gjyqtarit, po themi, sepse nëse gjykata e Vlorës është po aq e pavarur në thonjë se ç'është policia e Vlorës që arrestoi, atëherë gjithë kemi dyshimet tona. Pastaj pyetja tjetër është kjo. Ai që u arrestua, domethënë një kandidat për kryetar bashkie në Shqipëri arrestohet.
për vjedhje vota, dhe është i vetmi që arrestohet për vjedhje votash. A është i vetmi që vjedh vota ose që blen vota, po themi, jo që vjedh, që blen në këtë rast. Pra pyetja është, të gjithë besoj marrin me mend që s'besoj të jetë i vetmi. Pra ka një lloj përdorimit policisë politik, po themi, kjo është e qartë për mua. Gjithashtu siç ka një mundësi shumë qartë që Beleri është fajtor, siç e thash dhe nga rasti që unë e kam burim sigurt. Domethënë që në këtë moment është histori e komplikuar. Pastaj janë dy palë që vijnë mbi njëra tjetrën, që në fakt nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën dhe nuk bashkëveprojnë me njëra tjetrën, dhe pse duket sikur Rama, po themi, ka një bashkëveprim ose një duel me qeverinë greke, në fakt, e cili i flet elektoratit vet. Ata është thjesht politike dhe thjesht, domethënë, çdo gjë pastaj bëhet pis me atë pluhurin politik që i hidhet sipër. Dhe këtu pastaj kjo bëhet nga çështja e komplikuar, bëhet telenovel që si dihet se do shkoj, po unë them do shkoj shumë gjatë. Po, të njëjtën gjë që thatë të dy, domethënë për fjalën që nuk është i vetmi kandidat që mund të ketë vjedhur vota. Më marrin mirë këtë, po mua nuk më pëlqen shumë si argument kjo se relativizon. Fakti që mund të vjedhin të gjithë votat, domethënë nuk e bën më të butë këtë pjesën e Belerit, sepse nëse i vërtet është i kapur në flagrancë, domethënë ose kanë prova të mjaftueshme, domethënë për ta dënuar, sikur të tjerët të vjedhin edhe dy fishin e tij, domethënë ai prap duhet të gjykohet. Më duket mua sikur e relativizon një çik gjendjen kjo. Absolutisht nuk është asnjëri kundra kësaj. Unë e thash vetë që fajësia e tij nuk duhet vjet në asnjë moment dyshim, edhe për arsyeën që thash unë personale, po edhe për arsyeën që ai vërtet thuhet që është kap flagrancë dhe ka prova kundra tij. Këtë nuk e dim, të dalin. Po që e vërtet ajo që the ti nuk duhet ta relativizojmë, po që kjo ishte shtresa e dytë. Shtresa e parë është kjo, i duhet ta themi, domethënë, ai duhet gjykohet edhe nëse është fajtor, duhet gjykohet për atë që ka bërë kaq. Pastaj janë shtresa të tjera ato që unë i përmblodha njëri, thash 2 3 4 5, pastaj hajde flasim për secilën. Bleon, për t'ju përgjigj asaj pyetje që shtrove në fillim, unë mendoj se është e dokumentuar, sepse këta i nxorën edhe video që ai ishte me lek në xhep. Mendoj se është e dokumentuar se as Rama nuk është budalla dhe as bashkëpunëtorët e tij. Madje ai, të paktën me sa kam lexuar unë në media, ai ishte edhe i survejuar për ca kohë, Beleri, ishte i ndjekur, i përgjuar nga policia shqiptare, kështu që ata kanë ditur mirë se ç'a po bën ky dhe kanë ditur mirë momentin e saktë se kur ky po blinte vota dhe që i kishte edhe lekët në xhep dhe po bëhej transaksioni. Pra ata e kanë kopsit dosjen. Nuk janë aq budallënj sa të krijojnë një incident diplomatik pa patur prova, sepse ata e dinin shumë mirë që do bëhej incident diplomatik, e dinin shumë mirë influencën që ka Beleri apo qarqet që e mbështesin Belerin tek e djathta greke, tek establishmenti grek. Kështu që prova ka, jam 100% i sigurt. Problemi është sa mbajnë provat, sepse prova ka patur për shumë gjëra në Shqipëri, kundër shumë kujt. Por përballë presionit të vendeve të huaja, qoftë Greqisë, qoftë vendeve tjera, ne jemi dorëzuar. Dhe fakti që Rama mban, kjo është për mendimin tim, një shenjë e forcës tij të brendshme. Do thotë që ai nuk pyet për asnjë faktor të brendshëm ndaj opozitarë, do të thënë nuk pyet për influencën e Greqisë në Shqipëri, sepse ka pushtet politik mjaftueshëm. E dyta është shenjë e forcës tij në politikën e jashtme. Ai domethënë u mbaj mend një deklaratë të Yuri Kim, pasi ndodhi kjo e Fredi Belerit, tha ne mbështesim zbatimin e ligjit brenda Republikës së Shqipërisë. Pra, në gjuhë diplomatike, kjo do të thotë që ne mbështesim qeverinë e Shqipërisë. Ajo nuk e tha shqeto, sigurisht e tha në gjuhë diplomatike, por mënyra se si e formuloi ishte e tillë që linte të kuptonte se nëse Beleri është fajtor, le të shkojë në burg. Sepse po të kishte mbështetur versionin tjetër, do thoshte diçka të tipit ne mbështesim domethënë respektimin e drejtave të njerëzit edhe në Republikën e Shqipërisë, nëse ajo dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, bla bla bla. E dim se si i formulojnë diplomatët frazat kur duan të bëjnë presion apo duan ta lehtësojnë presionin. Pra unë deduktoj që këtu ka një mbështetje të amerikanëve për Ramën. Dhe më duket në një farë kuptimi e pabesueshme, sepse amerikanët të mbështesin edhe kundër grekëve dhe kundër lobit grek dhe fuqisë që ka Greqia,
që është një vend i hershëm i NATO-s, është goxha me peshë, goxha e rëndësishme, dhe ne po të kishim një kryeministër të përgjegjshëm me këtë lloj aleancash dhe me këtë lloj pushteti ndërkombëtar që ka, kauza shqiptare do avanconte shumë më shumë, por gjithsesi ky është Rama, kjo është mbështetja që ai ka dhe do e shohim se si do zhvillohen ngjarjet në vazhdim. Po Neç? Është shumë interesante ajo që the, në pjesa ambasadore, sepse ky është pikërisht momenti ku kjo histori bëhet shumë e koklavitur. Është momenti ku futen gjitha palët në lojë, edhe politika tregon gjithë ato dhëmbët e veta të fuqishme siç i ka, domethënë, edhe pikërisht mbështetja e Amerikës për Ramën dihet, domethënë, edhe gjithashtu kundërshtimi i Amerikës kundra Berishës, që është non grata. Dhe ky është kandidati i Berishës praktikisht. Kështu që palët zënë vendet e tyre, po themi, në këtë rast thon është ky konflikt, po themi, Rama kundra Belerit ose Rama kundra Berishës. Ne me kë jemi, okay, ne jemi me Ramën, atëherë pozicionohemi këtu. Dhe bëjnë ato deklaratat e tyre pastaj, po themi, diplomatike, me këtë duket sikur mbështes opozitën, por jo në fakt. Ja të thjesht për të thënë se si janë gjërat, që nuk janë bardhëzi, po janë shumë gjëra të tjera në lojë. Kaq kisha. Problematika në e Petro është sepse ajo spektakli i arrestimit u dha. Edhe ajo video u dha, nëse provat janë aq bardhëzi, domethënë, ose aq të qarta, domethënë, pavarësisht se sa mbajnë më vonë, pse nuk janë bërë dhe gjëra të tjera të sakta, të publike, domethënë. Sepse normalisht nëse ti e nis diçka do ta çosh deri në fund, dhe nëse e nis me spektakël viziv, duke dhënë një nga provat që u gjet me lek në xhep, që ai mund të ketë pasur edhe lek për dasëm, se këto kështu ka edhe mafia italiane në Amerikë, kur kapi lloj idiotësira shpërdorin, domethënë, edhe përderisa nuk e provojnë do të kundërtën ja dilnin paqe. Dhe mua më bën thjesht unë do doja shumë me shumë zemër që të bëj shembull ai, edhe kujt i vi radha tjetër, domethënë, por kam vërtet merak sepse mund t'ja kenë futur edhe pak kot. Ka? U tha këtu pothuajse një zëri që Rama pas ka mbështetjen e Amerikës, nuk e shoh këtë gjë dhe më duket e kundërta kësaj që po thoni. Për faktin se Beleri nuk e arrestoi Rama, as nuk ka arrestuar rojat mbretërore të natë-madhnisë të tij të Ramës, por e arrestoi Spaku, i cili të paktën deri një farë pike është një institucion i pavarur. Dhe mbështetja amerikane për institucionet e Shqipënisë nuk është as pak mbështetje për Ramën, nuk kisha thënë përkundrazi. Rama përfshihet në këtë punë sepse ai është mjeshtër i teatrit, edhe po më njanohet si faktor, sidomos në rajon, edhe gëzohet kur kapet në zjarr shkurresh, si puna e Belerit, gëzohet me ba pak protagonistin, me faktorizu pak në politikën rajonale. Përveç kësaj nuk besoj se Rama ka ndonjë pikë vleret më tepër, edhe është thjesht një placeholder, kisha thënë, derisa të bëhet të paktën spastrimi fillestar i këtyre figurave, edhe pastaj do të filloj besoj një spastrim pak më i rrënjësishëm nga ana e Spakut. Kaq kisha, faleminderit. Po Petro, pastaj Nedi. Po për këtë që tha Karli? Unë nuk mendoj ashtu, domethënë nga gjithë operacioni mediatik, se ti Bleone përmende që shpresoj që mos t'ia fusin kot. Unë nuk besoj se ja fusin kot, sepse ne pam te shqiptarja.com, tek Top Channel, tek gjitha këto mediat e kontrolluara nga qeveria, se si dolën në mbështet, domethënë se si nxorrën provat për fajësinë totale të Belerit, se si filluan të injektojnë atë linjën e tyre të propagandës dhe linjën e qeverisë, që këtu kemi të bëjmë me një shkelje ordinare të ligjit.
se si erdhi mbështetja ndërkombëtare dhe ato e trumbetuan, se si u përpoqën që të mos që ta relativizojnë ndikimin e Greqisë. Për shembull ishte një shkrim tek shqiptarja.com që thoshte po berishizohet edhe Mitsotaçi. Domethënë unë nuk mendoj se Spaku e ka bën kokë vet një ditë para zgjedhjeve që ta arrestonte Belerin. Unë mendoj se kjo është shumë politike dhe veprimi se si u bë ishte politik. Pastaj e thash, domethënë nuk e gjykoj dot procesin ligjor sepse do ishte qesharake nga ana ime të them që duhet bërë kështu hetimi apo duhet bërë ashtu. Po mënyra se si ekzekutohen disa akte dhe mënyra se si bëhen televizive apo si bëhet një cirk i madh, këtu pastaj le të kuptosh që ka një dorë politike nga mbrapa sepse ngjan shumë, është duket sikur është një manual. Sa herë ka ngjarje të tilla, fillojnë mediat e qeverisë, japin atë versionin e vet, pastaj e modifikojnë versionin në vazhdimsi të rrethanave dhe të zhvillimit të ngjarjeve, kështu që unë mendoj se ka dorë Rama, sigurisht që ka dorë. Pastaj fillon debati që është ç'a linje duhet mbaj shqiptari i zakonshëm. A duhet ne të revoltohemi që këtu po instalohet diktatura e Ramës? A duhet themi që mirë ja bën Belerit? A duhet themi që Beleri duhet ishte arrestuar dhe nuk do duhet ishte kandiduar? Duke qenë se është arrestuar në 94-ën kur ka qenë me atë komandon e grupit Mavi, e cila ka sulmuar edhe një post të ushtrisë shqiptare dhe kanë marrë peng ushtar dhe i kanë vrarë 2. Domethënë është e koklavitur, a duhet marrim hak nacionalist në thonjza kundër Belerit duke i shtuar pushtetë Ramës, a duhet themi që unë për vete mendoj se ky është një ndër veprimet e shumta të Ramës, por ky veprim mund të ketë një implikim pozitiv në kuptimin që Beleri apo shumë tjerë si Beleri do zbythen, do tërhiqen pak, edhe nuk do e kenë më atë arrogancën, sepse po ta marrim nga një bot kuptim shumë i ftohtë. Çai duhet Greqisë të futet një proces gjyqësor brenda Shqipërisë. Domethënë ç'pun ka kryebashkiaku i Janinës, të vinë Shqipëria të thotë lirohet Beleri. Domethënë zotëri respektoj institucionet, respektoj drejtësinë shqiptare. Dhe për më tepër që ky është një person që del me flamurin e Vorjoepirit, është provokativ në qenjen e tij, po është edhe provokativ në të gjitha veprimet që i bën. Edhe në deklarata që i bën tani, thotë helenizmi do fitojë, këtu helenët nuk mposhten. Do të thënë Himara nuk është helene, nuk është helenizmi, ligjërisht nuk njihet si zonë minoritare, Dropulli njihet. Himara ka minoritar, nuk e mohoj, por nuk është zonë e gjitha minoritare, se ka dhe shqiptar, ka dhe lab, ka dhe musliman, nuk është homogjene, po themi minoritare, nuk është as në kufi me Greqinë. Himara është mundzemër të Labërisë, të Bregut, është një zonë shqiptare tipike, kështu që përfshirja e tyre më duket shumë banale dhe ordinere, përfshirja e grekëve, sepse nuk ka të bëjë me asnjë standard, as të Bashkimit Evropian, as të marrëdhënieve ndërmjet shteteve. Nëse Greqia do ja bënte Turqisë këto lloj veprimesh, do merrte përgjigje shumë më brutale dhe shumë më të ashpra. Jo vetëm Turqisë, por cilido lloj vendi. Kështu që mënyra si ata sillen është harbute, mënyra si Rama sillet është tipike e Ramës, arrogante, shpërfillse, manipulatore. Mënyra si opozita jonë sillet është hipokrite, sepse nga një anë ka dalë me flamurin e sovranizmit, që ne do luftojmë Amerikën se këtu askush nuk na bën ligjin, nga ana tjetër mbështesin Belerin, i cili është një antishqiptar haptas. Nga ana tjetër janë mbështetësat e qeverisë, të cilët e injorojnë totalisht faktin se qeveria mund të ketë interesa me anë të oligarkëve, që të marrin pronat e himariotëve, që të bëhet aty një kaos apo të bëhen dallavere. Kështu që unë mund gjej probleme në qëndrimet e gjithëve dhe mund gjej pak të drejtë në qëndrimet e gjithëve dhe kam vështirë të artikuloj një opinion. I vetmi opinion është që mboj qefi që janë zbythur pak këta fashistat grek, kaq. Okej, Nexhi? Po, jam shumë dakord me parafolsin, vërtet në të gjitha çfarë u tha. Do thënë e para gjë që duhet thënë është kjo që Beleri është një personazh
që e parë në të gjitha aspektet, vetëm nga aspekti shqiptar, është një personazh do thoja jo i pëlqyeshëm dhe nuk duhet as të kandidonte, domethënë, është gabimi atyre që kandiduan. Dhe ka po themi dy dimensione të parit të kësaj çështje. E para është në aspektin ndërkombëtar, sepse është përfshirë para ndërkombëtare, duam apo s'duam ne, sepse Greqia i çoi letër Bashkimit Evropian që duhet të reagojnë etj. Dhe në këtë aspekt ne duhet të gjithë të jemi në anën e Ramës, domethënë në duelin po themi Rama Beleri, sepse Beleri si personazh është nuk e ku ta kapër, domethënë është siç u tha, mos përsëris, është i akuzuar për një ngjarje të i akuzuar, nuk është e vërtetuar, por që thjesht fakti i akuzuar për vrasje të ushtarëve shqiptar, duhet mjaftonte që ai mos shkelte në Shqipëri, jo të kandidonte për kryetar bashkie. Dhe e dyta është aspekti i brendshëm, që ne pastaj në momentin që mbyllen dyert dhe rrim në shtëpinë tonë dhe i gjykojmë gjërat, atëherë duhet të merrem me Ramën. Sepse mënyra se si ja bëjnë gjërat nuk janë tamam tipike të një shteti demokratik, unë duam të shkojmë. Domethënë, se u tham përpara që e arrestoi Spaku, në fakt arrestoi policia shqiptare, se Spaku nuk ka polici. Prokurori, policia shqiptare që pak a shumë me urdhër e arrest të Spakut, se Spaku nuk ka. Po dakord, po kush e kishte po themi lejuar faktin që ky duhet survejoj për disa muaj, nuk e di. Nga kush kishte ardhur ky nuk e njoh në kaq shkallësi çështjen. Po pa që ai u survejua, është vërtet që ishte i survejuar. Dhe pyetja është sa kandidat për kryetar bashkie në Shqipëri survejon, ose sa kandidat për deputet survejon për votblerje apo pas parasysh çka nota kohët e fundit që Edi Ramos po i bëhen 2 skuadra futbollit në Burg, besoj se numri i kryetarëve të bashkive edhe deputetëve që vëzhgohen është jo i vogël. S'ka lidhje kjo që po thotë. Edhe unë shumë mendoj që nuk ka lidhje, sepse kjo është çështje tjetër, po flasim thjesht për çështjen e blerjes së votës, jemi vetëm këtu. Dhe nuk besoj që ndonjë kandidat i PS-s, po themi, ose i mazhorancës përgjithësisht survejohet. Megjithatë, këto janë spekulime. Dakor, e pranoj këtë gjë. Thjesht kjo është çështja e brendshme, siç e thash, dhe këtë do ta bëjmë në fund. Domethënë ti biem Ramës në fund, po e para një herë duhet të mbrojmë çështjen kombëtare, kjo është më e rëndësishme. Jo, nuk është puna se po mbrojmë çështjen kombëtare duke mbrojtur Ramën. Është Rama i cili me shumë mjeshtri dinakri po pozicionohet në një vend të tillë në cilin ai bëhet pjesë e çështjes kombëtare, kur ai nuk ka asnjë lloj, as nuk shihet në rrugë me çështjen kombëtare. Çështje kombëtare sepse nëpërmjet kësaj çështje Greqia ngre pretendime për Himarën si zonë minoritare. Kjo është çështje këto pretendime i ka ngrit ka hera. Greqia ka arrit me bë shkolla në Himar, ku nuk ka, siç u tha më parë, se pas ka pak minoritarë në Himar, veç nëse kanë ardhur nga Finiqi, nga Dropulli, sepse në Himar nuk ka minoritarë, është një lagje e cila flet një tip greqishtet, po ajo është greqishtja, është një tip greqishte përzime italishte, vjen nga piratët e dikurshëm që kanë nejt në atë zonë. Nuk është greqishte me që flasin grekët sot, nuk kanë lidhje, ata nuk kuptojnë me njëri tjetrin. Dhe këto Jo, jam dakord me ty, po thjesht mos a lëm dhe Astridin presi shumë se ka ngrit dorën, të thëja edhe një gjë të fundit. Kjo që thua ti është e drejta, ajo nuk njihet si zonë, nuk njihet zyrtarisht si zonë. Po e kena njoft nga ka hera se i kena liju aty me bash shkolla, kështu. Le me fol. Mirë. S'ka problem, se mund të bëhet edhe si tip debati her pas here, po që për ta mbyll këtë gjë do thoja edhe këtë që zyrtarisht nuk njihet si zonë minoritare. Mund të bëhen shkolla, mund të nëse kjo është janë çështje të tjera pastaj, po që zyrtarisht nuk njihet. Zyrtarisht është zonë Dropullit dhe Finiqit e tjerë. Jo, këto dy jam duhet vetëm. Megjithatë, po them, është për Greqinë është çështje e rëndësishme që ata sa herë kanë mundësi fusin hundët. Dhe thjesht nëpërmjet çështjes së Belerit, ne japim atyre një alibi që ata të përfshihen. Se ata janë, po themin, për këto çështje janë shumë të mprete dhe mundohen të shfrytëzojnë dhe qimen e bëjnë tra, siç e bëjnë në këtë rast, dhe mbrojnë një njerëz që s'mund të mbrohet. Dhe thjesht për këtë arsye,
që mos t'japim atyre një alibi që të përfshihen, duhet të ishim pak më të kujdesshëm si e trajtojmë këtë çështje. Kaq kisha. Po, Astrid. Ja, mënyra vetme si mund trajtohet kjo çështje është me kënë pro shqiptar kundër shqiptar. Në momentin që ti pozicionohesh me një forcë cilën do politike që është në lojë sot, që është aktive sot ti anti-shqiptar, sepse është patër 33 vjetë që asnjë prej këtyre forcave politike nuk ka arrit, nuk ka arrit, masak nuk ka dasht me punu për Shqipërinë. Më thonë kushdo që ka arë në pushtet, kanë arë me spatë, me lopat, e kanë marrë që kanë mujt, e kanë vra, prej, vjellë, s'kanë lanë gjaba bankët vend, kanë lidh alianca dhe me dreqin qoftë me marrë vota, si që rasti ti Beleri, se kjo nuk është i pari, Kranullë dhe mos u gabosha në 2009 PD ka pa bo i aliancë me PD-1 e të hershme për me marrë dhe vota një për me siguru pushtetin, në rasti nuk gabohem gjithsesi. Edhe shihet qartë dhe më thonë për këtyne lëvizjeve se kur rahin politikan tonë, kush i financon politikan tonë, kush i përkra politikan tonë, dhe cili është endgame i tyne, më thonë, në politikën shqiptare, ose roli që ka në ta në Shqipëni. Që sa ma parë të hekim qafët i këtë lloj kastet, do të thojmë që na sonon qysh mas ramis së sistemit vjetër, aq ma mirë ka me kenë për ne, sepse jo naftë të dalin në shpirat, po çdo që të dalin ne s'kena me gëzu i 5 lek për soj. Po, reagimi për shembull që të kthehemi tek ajo që e keni pak më të thjesht për të folur, sepse pavarësisht se mbase asnjëri nga ne nuk mund ta ketë thellimin e vet atje, por secili ka opinionet, ndjenjat apo ku dëgjon. Ideja është duke të kaluar këto teknikalitetet e procesit, domethënë është gjithmonë kjo mënyra se si Greqia në çdo lloj shkëndije të vogël jep një lloj reaksioni që le të themi të drejtën, nëse ne do ishim një shtet i fortë, është jashtëzakonisht shumë e keqe, shumë agresive, ndërhyse, siç e përmend përpara, po nuk diskutohet fare, por që një lloj përdhosje të gjithë shtetit tonë, domethënë se sado i korruptuar ti qeti, se këtë duhet të ndajnë, kjo mendoj se ja vlen të ndahet, sado i korruptuar ti jetë si Rama, si edhe Berisha, domethënë në momentin që këta përfshihen me një lloj skandali me të jashtëmit, qoftë që janë palë me ta, qoftë se janë kundër, ne gjithmonë duhet mendojmë të shikojmë çik brenda vetes se të arrijmë të kuptojmë se çfarë po ndodh në të vërtetë dhe çfarë do thotë kjo për Shqipërinë, pavarësisht se është Rama, Berisha apo Bleoni, në krye nuk ka rëndësi fare, se ajo është placeholder Rama, nuk diskutohet. Por duke lidhur dhe me atë aktin që për mendimin tim është pa frikë një nga aktet më të shëmtuara që Greqia mund të bënte, domethënë nëse vërtet do kishte interes bashkëveprimi dhe bashkëjetese me shqiptarët në Kadishull, është kthimi i atyre 4 javëve fikseve mbrapa, në një kohë kur le të themi ata janë duke vuajtur një fatkeqësi natyrore. Leon e bën për çdo herë që ka zjarre Greqia, për çdo herë e kthen këto mbrapa në kufi. Pak rëndësi ka. Ideja është në momentin që ky entitet që i thot vetes shtet, se më shumë është si doktrinë fashiste, e gjithë politika jashtme greke, është një gest shumë i ulët. Unë bashkohem me atë replikën që Karli bëri para ca ditësh te tweeti im, që normalisht është më shumë për të demoralizuar edhe Shqipërinë, e për ta denigruar, për ta ulur, kupton, sepse jam i bindur që asnjë shqiptar nuk ndihet mirë kur me tendencë apo pa tendencë, s'ka rëndësi se si, kur i ofron një lloj ndihme sado të vogël, sado sublime dhe nuk të pranohet, është diçka vërtet shumë ulëse dhe shumë fyese. Dhe
edhe nëse ai 10% që Beleri mund të jetë pa të drejtë në burg, domethënë edhe nëse është e vërteta që ai është pa të drejtë në burg, Greqia e meriton këto lloj gjërash deri edhe më keq akoma. Greqia mendoj se fatkeqësisht në rast të tillë, domethënë e njëjta gjë që vlen edhe për Serbinë, fatkeqësisht ky lloj plumbi vetëm me plumb del, kështu që nuk e di, domethënë kjo është gjëja që mua më ka mërzitur më shumë sepse kjo pjesa e Belerit është një nga disa kur ata janë kur kanë ndërhyrë në mënyrë të drejtë për drejtë duke dhënë këto deklaratat le të themi në pikpamje të përgjithshme deri diku idiote, pavarësisht se Europa vetë si entitet domethënë i mbyll veshët dhe bën sikur se dëgjon Greqinë, domethënë sepse nëse do ishte diçka që ku dëgjon do ishte përfshirë një minoriteti tejet i shtypur brenda etnitetit europian, jam i bindur që do ja kishin shtypur kokën, por përderisa janë shqiptarë dhe diçka dytësore le të themi fatkeqësisht në Europë, atëherë nuk reagon njëri në mënyrë të thellë. Okej, Asteriti në G pastaj Karl. Jo, dhe ishte me thonë që nuk është risi fakti që fqinjt nuk na dojnë, shtetet e fqinjt që janë ne nuk na dojnë mu forcu si shtet, nuk e dëshirojnë. Nuk është sekret fakti që ata kanë ndërhyrë politikën tonë se herë që kanë pas mundësi. Mund me thonë thjesht për memorjes time mund me thonë që me Zogun edhe deri në vitet e sotme ti nuk ke pas një politikan shqiptar që nuk ka influencuar për fuqive të jashtë. Në Hoxhën ta ka vu Miladin Popovici. Celebration e kanë vu këta që i ka vu Miladin Popovici. Fatosnonia ka një financu për grekve historikisht, dihet edhe botërisht. Ky tjetri me Vučićin vetëm se nuk i ndrojnë gratë, dhe me thonë se aq mirë shkojnë me njëri tjetrin. Kështu që është qartë haptës e pame dhe me thonë si politikan shqiptar e hajnë bukën jashtë shtetit, nuk e hajnë Shqipëni, edhe nuk i intereson në mënyrë më absolute se çfarë bëhet me Shqipëninë. Ata kanë ardhur vetëm me harë pi, me vrap, me prej, me vjell, me grabit, me ul këtë bën gjoj, edhe me na lënë ne i tu ku jena sot një këtë gjanje se kanë kalu 33 vjet ne halon tranzicion. Domthonë se di se mund të ketë pas në një vend tjetër që mund se di në histori 30 vjet tranzicion, po jo në Europë, se më janë zemrën të Europës, më të ketë pas në vend tjetër, si punë, më thonë, jena precedenti i parë në Europë, në botën perëndimore, 2023 halon nuk kena bërë shtet. Domthonë kjo është çmenduri. Edhe inshallah dën Zoti motivohen njerëzit i vjen i fjezel për me dalë me bëj fort ndryshimin, sepse po vazhdojisht në këtë rrugë kam përshtypjen si next step ka me kënë asimilimi, kanë me nada për gjysë, për sa kohë nuk i del kush zoti i toket, dhe me thonë dhe kush ka më shku me marë. Ka sisha. Nedi? Do të thoya diçka patjetër për çështjen e zjarr fikseve, sepse u tha që ato çdo vit ndalohen apo nuk di se çfarë. Dhe këtë vit ishte lajmi që u ndaluan ose nuk u lejuan më saktë, nuk e di arsyeën pse ndodhi, nuk e di a ka ndonjë reagim zyrtar. Po unë di këtë gjë që çdo vit, do të thënë vërtet çdo vit zjarfikset tona ose të bashkive të jugut të Shqipërisë janë prezente në Greqi. Dhe këtë e di sepse një afërmi im punon në zjarfiksin e Gjirokastrës. Është prezent aty dhe ai çdo vit është praktikisht në Greqi sepse aty janë zjarret shumë të mëdha dhe kështu që e di që janë jo vetëm që janë prezente, por që gjithkohon marrin dhe falënderime dhe shpërblime dhe nuk e di bonus e diçka të tilla zjarfiksit tan për ndihmën që japin në Greqi, kështu që le mos hedhim çik benzinë zjarrit me gjëra të tepruara. Nuk e di këtë vit pse ndodhi, po prap lexova lajmin që 3 ditë më vonë ishin lejuar dhe kishim ndëmuar më duket një fshat apo 2 fshatra që të timbronin disi nga zjarri, kështu që kjo është e vërteta. E ke të faktuar që u lejuan mbas 3-4 ditësh? Lexova një lajm, nuk e di. Nuk e di a është lajm i besueshëm, po thoshte 3 ditë mbasi zjarfikset bllokohen, lejohen. Ndoshta ka të bëjë me, nuk e di, ndoshta po spekuloj tani një person pjesë e zjarfikses, ndoshta nuk është lejuar ai dhe u tha që ndaluan të gjitha. Megjithatë nuk e di tamam arsyeën.
Jo, ato ishin ndaluar gjitha, ishte faktuar që ato ishin ndaluar gjitha. Po pavarësisht domethënë e lëm arsyen me njanë, se tani po ti futemi tani raste të kërkojmë se çka ka ndodhur në çdo lloj pike kufitare në Nexhë dhe nuk i del dot fundi. Tani hajde ta diskutojmë këtë si gjëja më e thjeshtë e mundshme. Tani kur ti je në një krizë për sa i përket fatkeqësive natyrore, domethënë çfarë lloj problemi mund të kishe pasur atëherë në kufi? Edhe kjo që ti sapo the që ato kanë qenë vit për vite përforcon faktin që nuk ka asnjë lloj arsye për atë që ato zjarr fikse mos lejoheshin, përveç se arsye doktrin politike, domethënë që Greqia do të bëjë atë që jo se unë ja dal dhe vet. Çfarë lloj mendësie është kjo? Ndoshta, por edhe kjo që thua ti prapër spekulim, sepse nuk e dim arsyen. Domethënë, jam dakord me ty që nuk ka arsye në fakt, nuk ka asnjë arsye pse duhet ndalohen, sidomos në një gjendje të një emergjence civile si është në këtë rast. Por thash, nuk i di arsyet. A mundem? Okej, po flasum, pastaj ja lë radhën Karlit. Po e kisha radhën nën, Pjeter. Jo, e ngrita unë dorën. E kam pasur unë, po ul dora. E kam pasur në radhën. Marrun radhën pas me e flet ti. Desha me thonë që kjo puna e zjarr fikseve nuk është se më impresionon, sepse Greqia kam përshtypjen që ka më shumë kapacitete se ne, ka shtet i Bashkimit Evropian, ka dhe ata avionët që ne i marrim gjithmonë për të shuar zjarret. Mendoj që Shqipëria s'ka pse impresionohet nga kjo, le të rrisë kapacitetet e veta të brendshme për zjarr fikset, sepse kur jemi gjend në vështirësi në Durrës, erdhën edhe qend për të kërkuar njerëzit në Rënoja, erdhën nga Turqia, nga Kosova, nuk e di nga erdhën, kështu që nuk e di, le të mos mburremi shumë me zjarr fikse edhe le të rregullojmë punën tona. Tjetra që desha të them është për të përforcuar pak këtë argumentin e Bushatit dhe të Lubonjës, që kanë thënë lidhje me autokracinë, me zbatimin e ligjit, se është një shprehje që thotë për shokët dhe miqtë e mi privilegjet, për kundërshtarët e mi ligji. Domethënë sigurisht që njerëzit kur futen në burg, ligji përdoret, se tani prokuroria dhe policia në shtetin shqiptar, në stadin ku ka rritur shteti shqiptar, nuk është se ta arrestojnë dot kot si në kohë komunizmit, dhe të fusin brenda, të thonë hajtë se rregullojmë akuzën më vonë. Sigurisht që ligji përdoret, por në momentin kur ligji përdoret apo ushtrohet, zbatohet në mënyrë selektive, atëherë kjo krijon pabarazi dhe kjo krijon privilegje sistemike. Sepse nëse unë i kam ndjek zgjedhjet dhe gjatë fushatës zgjedhore dilin skandale të ashtu quajtura vetëm lidhje me opozitën. Domethënë skandal për një makinë që shpërndante ndihma në Shkodër dhe Bardh Spahia i humbi zgjedhjet në mënyrë të thellë. Skandali i Belerit, dhe Beleri ishte i vetmi kryebashkiak, po themi në aleancë me djathtën në jug. Gjithë jugun e fitoi PS-ja. Skandal Kavaja dhe Kavaja më duket e përmenden për skandal zgjedhor, nuk jam i sigurt. Kavaja e vetmja bashki që fitoi e djathta në Shqipërinë e Mesme. Nuk i pa prokuroria dhe policia skandalet që bënte Tom Doshin, veri që blinte vota, nuk i pa gjitha bandat e Elbasanit, bandat nëpër Shqipëri që blen vota për qeverinë, domethënë është pak për të na hedhë hi syve kjo, sepse Beleri pas ka vjedh vota, okay, kriminal i madh. Po tani ligji që është ligj duhet zbatohet për gjithë, jo të zbatohet vetëm për kundërshtarët, ndërsa për aleatët e qeverisë s'ka gjë, le ta shkelin ligjin, e kalojmë me një të shkelur syri edhe me ca operacione mediatike. Edhe pika tjetër që desha ta them se është pak absurde, domethënë njëherë kemi dy kandidatë që janë të dytë minoritetit. Nuk është se kemi luftë nacionaliste, ka ndodhur një periudhë që PD-PS janë bërë kundër PPD-njës dhe kanë marrë himaren, po pas asaj gjithmonë minoritarët janë kandiduar nga gjithë krahët. Edhe ky Petrit Vasili i LSI-s është nga Himara, nuk është se ata janë të papërfaqësuar. Jorgo Goro që është kandidati i PS-s, edhe ai është minoritar grek. Kështu që s'ka fare luftë minoritare aty. Beleri është thjesht një tip fashisti, edhe fakti që është me aleati Berishës nuk e favorizon. Edhe tjetra që desha ta përmend është absurdi se si Greqia ankohet gjatë gjithë kohës për minoritetin e saj në Shqipëri,
i cili është më i vogël edhe numra dhe në përqindje se minoriteti shqiptar në Greqi. Se okej, s'po flasim për arvanitët, s'po flasim as për qamet, po vetëm emigrantët në Greqi nuk e dia kanë kap 1 milion, që janë të paktën 600.000, mund të jenë deri në 800.000. Si janë të përfaqësuar politikisht këta njerëz? Pse janë qytetarë dorës dytë? Cili është deputeti që i përfaqëson? Cili është kryebashkiaku që i përfaqëson? Unë kam dëgjuar që në zgjedhjet e fundit kishte disa kandidat nga Pasoko, mos gaboj, apo nga Syriza, nuk jam i sigurt. Domethënë 1-2 kandidat nga e majta liberale, por nuk kanë përfaqësimin që do duhet kishin. Ata të llogarisësh 800.000 veta në një popull 10 milionësh si është Greqia, i bie të jenë 10%. Janë minoritet, janë më shumë ata se çka serb në Kosovë, dhe serbët në Kosovë ne e dim se çfarë privilegjesh kanë ministrin e garantuar, kanë vendet e garantuara në parlament, kanë veto. Çfarë përfaqësimi kanë shqiptarët? Po flas politikisht në raport me pushtetin, asnjë. Edhe kur shqiptarët futen në institucionet greke, jo që nuk lejohen të flasin shqip, po detyrohen Greqia është një shtet edhe shtet fetar, që bazohet tek ortodoksia, nuk i njeh minoritetet, me ligj Greqia nuk njeh asnjë minoritet. Domethënë, po të bëhej sot Greqia kandidat për Bashkimin Evropian, nuk e di se si do e pranonin, nuk e di se si i përmbushin ata standardet e Bashkimit Evropian për drejtat e njeriut apo për respektimin e minorancave, sepse janë një shtet tipik fashist që nuk respekton dhe nuk njeh asnjë minorancë. Kështu që ka një disbalancë shumë madhe. Unë nuk pres që Rama të jetë kalorësi i drejtave shqiptarëve në Greqi, por duhet kemi një vetdije pak më të lartë. Domethënë, Rama, unë kam shar Ramën dhe e shaj çdo ditë, por tek e fundit ai është kryeministri i vendit tim, dhe unë me Belerin kundër kryeministrit vendit tim nuk bëhem, edhe përpiqem ta shoh pak më afatgjat këtë, që se marrëdhëniet Shqipëri-Greqi do jenë sa tjetë jeta, sa tjetë Shqipëria dhe Greqia. Rama do ik një moment, nuk do jetë përjetësisht kryeministër. Dhe çfarë do ndodhi më vonë, cili do jetë pozicioni i Shqipërisë ndaj Greqisë më vonë, si do rregullohen të balanca, kjo është ajo që më intereson mua. Shiko, unë kam për të hedhur një fijës diskutimit për sa i përket barazpeshjes së përfaqësimit të shqiptarëve dhe në Greqi dhe grekëve në Shqipëri. E para fare mendoj se për shumë kohë kam menduar që në Greqi, domethënë, nuk lejohen në asnjë lloj mënyre dhe qëndron që i bëhet shumë e vështirë, edhe nuk i lejohet, por mendoj se ka edhe një përqindje që ne duhet për arsye, le të themi, të më të mirës dhe më të mirës përgjithshme, nëse ne mendojmë që ne kemi disa gjëra më të mirë se sa grekët, atëherë duhet i shprehim ato edhe më mirë se sa grekët. Dhe në këtë pjesë unë mendoj që edhe vetë faktori shqiptar ka fajet e veta. Dhe kur them që ka fajet e veta, nuk mjaftohen vetëm me faktin që ka fajin shteti shqiptar që nuk i mbështete dhe nuk i hap shkolla me ato skandale që në kohën e Berisha, atëherë që ka dalë ai Ceka, ai që ka thënë që as lek për t'i bler abetare s'kishim nga fondi i shtetit, jo vetëm për sa i përket shtetit shqiptar, po edhe për sa i përket shqiptarëve atje. Duhet të shiko, pavarësisht se duket pak, le të themi, e thatë, edhe pa ndjenja kur thuhet që nuk ka shpirtin e sakrificës, por që ideja është që nuk të vjen asnjë gjë falas, domethënë. Dhe ata në vërtet na duket shtet fashiste 1, 2, 3, 4 e gjitha që i kemi thënë dhe të tjera herën përpara. Po për grekët kjo funksionon shumë mirë. Ata luftojnë për çdo lloj milimetri të mundshëm, në çdo lloj hapësire, qoftë det, qoftë tok, qoftë njeri, qoftë zgjedhje, qoftë çfarë lloj gjëje që të jetë, ata luftojnë për çdo lloj milimetri. Kurse ne kemi një farë kështu free for all, e kupton që it is what it is. Çfarë të bëhet, le të bëhet, edhe si të marrë kjo punë, hajt mo, se kështu kemi qenë gjithmonë. Edhe shqiptarët në ato vite kur kanë ikur prindrit tanë normalisht, një pjesë e madhe, 98% janë detyruar të ndrohen edhe emrat vetëm që të merrin ato letrat, mënyra se si ata i kanë futur në një kurthësh që shumica e atyre që janë në moshën e prindërve tanë nuk kanë as pasaporta, po thjesht kanë ato tip rezidencash, kartash që ata lëvizin lirshëm. Fëmijët e tyre normalisht edhe pse kanë lindur rritur atje nuk u jepet pasaporta në një pjesë të madhe nëse nuk kanë kryer ushtrinë. Kështu që për ata funksionon shumë mirë. Ideja është që ne jemi të mbaruar nga kjo anë.
Kupton, nuk ka asnjë lloj gjëje për to. Ne jemi aktive edhe për sa i përket pjesës së Arvanite, po nuk ka. Domethënë normalisht Arvanitët kanë, le të themi kështu, underground pak më shumë aktivitet se sa kanë shqiptarët minoritarë që janë 100% shqiptarë, që edhe janë lindur në Shqipëri edhe dinë ta flasin gjuhën mirë, edhe prap nuk kanë organizim të mjaftueshëm. E kupton, nuk ka një lloj, le të themi, ndërlidhje, nuk ka një thirrje në masë që ne duhet të bëjmë diçka, se jam i bindur që ka mjaftueshëm shqiptarë me të rregulluar me letra që mund të ndërmenin diçka, po është ideja gjithmonë, siç është sindromi çdo shqiptari kudo që është, domethënë që e ka jashtëzakonisht shumë të vështirë ta shikojë të mirën e përbashkët edhe përqendrohet i kushtëzuar normalisht nga vuajtjet e veta personale edhe fare fisnore, kushtëzohet që të shikoj gojën e vet dhe interesin e vet personal. Ne duhet ta shohim sepse është shumë e thjeshtë të kritikojmë Greqinë, po ideja është nëse ne do i kishim gjitha gjërat në rregull, do kishim ku dëgjon studenta apo njerëz të rinj që do i kishte mbyllur gojën greku, që do ishte burgosur, do i kishte dhënë letra, domethënë do bëj një farë lloj skandali, do dilnin gjërat në media, mbase le të shpresojmë do ngrihej edhe në arenën europiane një debat i tillë. Po ne nuk kemi asnjë, ne nuk kemi asnjë lloj le të themi qëndrese që t'i ofrojmë opinionit të jashtëm, që le të themi bën në një farë lloj mënyre do të bënte arbitrimin siç bëhet në Kosovë. Nuk kemi asnjë lloj qëndrese që neve ta ofrojmë atyre që shifen, ne po mundohemi të bëjmë diçka në mënyrë civile dhe në mënyrë të shkolluar, po ata nuk po na lënë. Dhe normalisht gjermanët thonë se që tregon me gisht diku janë tregishta që tregojnë nga vetja jote, kështu që më amenja se është edhe mirë që ne t'i kuptojmë këto mangësitë tona tek këtu. Karl. Faleminderit Blan. Pajtohem krejt me ty, po për arsyet, unë besoj se janë arsye, nuk janë krejt fakti që na nuk jena, nuk vjena, nuk bajmë, po neve shqiptarët kena dy defekte të mëdha, sipas meje, me Greqinë. Atëherë e para është konteksti historik, e cilët shqiptarët nuk është se e dinë, masa e madhe, nuk është se ka krejt qartë se kush është Greqia dhe si është kriju Greqia dhe nga vjen Greqia si shtet. Këto minoritarë që kena ne këtu në Finiqe dhe në Dropull, këto janë të ardhur nga Anadolli edhe nga Levanti, këto janë thjesht të krishterë nga Turqia, të cilët kanë ardhur si pasojë shkëmbimeve popullsisë, europianë kanë dashur me rikriju një Greqi të vjetër të nën flamurin e kishës së krishterë bizantine etj. Ta janë të ardhën, edhe shumë nga grekët janë të ardhën edhe nuk janë vendas në këto toka, këto troje që jetojnë ata. Një pjesë shumë e madhe themelusit e shtetit grek janë arvanitët, dhe vetë në gjenezën e vetë shteti grek ka lind si pasojë një lufte fetare mes shqiptarëve musliman dhe ortodoks, e cila ka fillu pjesën më të famshme ka Tali Pashte Pelenës, mësandaj deri kur erdhi koha që unë ndezë dhe shkëdia që ndodhi jashtë të qytetit në revolucion grek. Besoj se shumica shqiptarëve nuk e kanë qartë këtë punë edhe e shohin Greqinë si ashtu siç Greqia mundohet me paraqit vetveten, sikur është bastioni i vjetër i Greqisë lashtë dhe këto janë stërnipërit e Sokratit, kur shumë ata fërtjena na me të vjetrit se sa këta të ardhën vetëm si pasojë e fesë tyne. Fakti që Greqia neve na paraqitet në këtë dritë është pasojë drejt për drejt e ndikimit shumë të fuqishëm që ka Greqia në Shqipëri. Gjatë tyne 30 viteve, Greqia ka ndërtu shkolla, jo vetëm në zonat e minoritetit, cilët janë ato dy fshatra, po Greqia ka jashtëzakonisht numër të madh shkollash kudo në jug, në qytetet e jugut, në Korç ka shkolla greke, në Himar ka shkolla greke, në Vlorë, në Sarandë etj. Është krejt kjo zona jugut është plot. Kanë marrë edhe varreza që kanë marrë pleqt shqiptar e i kanë varroz, kanë bërë lapidar të mëdhej edhe çuditërisht vetëm në këtë anë të Vjosës, vetëm në anën nga Greqia të Vjosës, kur në anën tjetër, kush e di çfarë planit kanë ata në të ardhmen.
ndikimi i fuqishëm grek ndjet edhe në politik. Në komente kam kam postu një link të këtë zëri.info, në cilin është një listë e personave të cilët janë zbulu se paguhen nga shteti grek. Në to janë gazetar, janë politikan, janë lloj njerëzish. Edhe besoj se në Shqipëri ne vujmë të njëjtën gjë, ku shumë njerëz të njoftën paguhen nga lobi grek ose janë pjesë, janë simpatizantë të tij. Ne kena një komunitet, një tip minoritetit etnik, i cili edhe është grek edhe s'është grek, po që ka ndikim të jashtëzakonshëm në Shqipëri. Edhe shqiptarët këto gjana duhet me fillu me i pa pak me sy ma kritik edhe ma vigjilent. Ka që isha, faleminderit. Para se të jap fjalën ne që të bëj një replik të vogël, Karel, se ke përsysh ato prologu që dhe për sa i përket historisë dhe shtetëformimit, edhe ne qoftë se i marrim gjitha në 100% të mirë gjëna dhe të pa kontestueshme, ideja është që jemi këtu ku jemi sot. Ke parasysh ne mund të flasim domethënë për rolin që mund të ketë pasur shqiptarët edhe në Egjipt edhe në Rumani për atë punë. Ideja është që fatkeqësisht këto nuk janë bazamente të mirë fillta, domethënë për të mbajtur këtë që kemi ne sot, sepse normalisht Më fal Blon, jo, ka shumë bajnë, sepse ata na bajnë përpiqen me na demoralizu ne. Edhe demoralizimi ka një rol shumë fuqishëm. Na kena diskutuar bashkë te podcasti jot kur shpall pavarësia e Kosovës, si filluan me dalë në pah organizatat e arvanitëve. Demoralizimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm, prandaj e vunan pak këtë punë. Normalisht, po do të kemi parasysh edhe faktin se zakonisht të forta edhe e kanë apo nuk e kanë historinë, pikën e fortë nuk e kanë asnjëherë tek historia. Kjo është fakti i shteteve të forta. Sot në 2023 që ne jetojmë, të gjitha ato lëvizin me historikun e ri, që le të themi janë diku te 50-60 vitet e fundit të tashme, dhe ato çfarë ato mund të ofrojmë. Edhe fatkeqësisht Shqipëria në këto 3 pika është mut. Kështu që do një shkollim, domethënë të gjerë të një mase shumë të madhe që të mund të fillojmë domethënë të ndezim dhe ato shkëndije që ne duam. Ne Xhipo ose Petr. Po para se të them ato që dua të them një pyetje direkte Karlit, ku bazohesh në atë pohimin që bëre që grekët, minoriteti grek i Finiqit dhe i Dropullit janë të ardhur nga Levanti apo Anadolli? Ka ke ndonjë bazë për këtë ndonjë apo janë thjesht komente Facebooku apo të artikuj kështu? Se domethënë ka rëndësi kjo që thua për se do të them diçka tjetër. Unë kam menduar se shkëmbimi i popullatës në 1923 ishte i njoftur për tonë në gjithë. Po ku bazohesh konkretisht, se kjo unë e kam mësuar histori, e kam lexuar diku, nuk kujtohet tash, nuk e kam atë studimin fiks, po kam menduar se kjo është e mirë kuptuar, se ka pas në 1923 një shkëmbim, edhe aty ato kanë ardhur. Shqiptarët e Kosturit kanë shkuar në Greqi, turqit ortodoks kanë ardhur në Kostur, kanë ardhur në Finiq, kanë ardhur në Çamri e tjerë. Besova se kjo është e ditur, nuk e di tash. Ka ndonjë kundërshtim për këtë? Jam dakord pjesërisht, por që duhet pa kujdes në disa pohime tilla a priori, sepse mund të mos jenë shumë të sakta. Unë nuk e di si është e vërteta, e di që ka pasur një shkëmbim, por nuk e di eksaktësisht se për cilat zona bëhet fjalë. Ta bëra këtë pyetje sepse un kam gjysmën e familjes time që vjen nga ajo zonë dhe nuk di të ketë pas diçka të tillë fare, domethënë. Dhe bëhet fjalë për shumë breza përpara që patrani sa kam unë një ori, kështu që nuk e di të paktën që ka lidhje me atë zonë, mund të jetë në një zonë tjetër, nuk e mohoj, po që jo aty. Nëse nuk ka rëndësi, ai që do të thoya ishte që nuk ja vlen shumë t'i kthehemi historisë dhe historisë së shkuar, sidomos ose shumë të largët, sepse mund të bijemi edhe në disa kurthe që nuk dalin dot kurrë. E rëndësishme është kjo që do të thoya. Greqia moderne, Shqipëria moderne. Të paktën 20-30 vitet e fundit. Çfarë shikojmë? Është pak a shumë gjërat që u thanë, po që Greqia, duke pas një rol shumë po themi
superior ndaj nesh, jo se duam ne ose se duan ata, po se kështu kanë ardhur rrethanat, duke qenë të një nga pjesëtarët e parë të Bashkimit Evropian, edhe të krekosur për këtë gjë që ata e thonë me shumë krenari, ndërsa ne vinim nga një sistem totalitar, po themi, dhe të zhubrosur në ato leckat tona dhe në varfërinë tonë, kishim patjetër një status shumë larg njëri tjetrit, dhe Greqia e ka shfrytzuar këtë gjë për shumë raste, siç e tha dhe Bleoni. Dhe kjo është e keqja, domethënë këtë duhet të themi. Pra, po merremi tani me shtetin modern grek, që u tha dhe që nuk i respektojnë drejtat e minoritetit, që e fshehin çështjen e çamërisë, që e mohojnë çdo gjë, dhe në çështjen e Belerit që kanë qenë dhe shumë fodull duke shkuar në ditën 2 dhe duke thënë nuk ka prova, ndërsa nuk kanë kërkuar prova. Domethënë janë shumë, po themi, një sjellje shumë disi arrogante dhe bulliste në një farë mënyrë, duke thënë kërcënime të tilla që si ose bëni atë që ne ose ne nuk japim dritën jeshile për BE, domethënë tipik një lloj presioni, domethënë për mendimin tim i ulët. Kjo është ajo që ne shohim dhe që dëgjojmë. Problemi është që edhe ne nuk mund t'i bëjmë murit me kokë dhe të themi drejta është anën tonë dhe do bëhet si themi ne sepse drejta është anën tonë. Fatkeqësisht politika njeh edhe kompromise dhe kjo është çështja, sa jemi në një gjendje të bëjmë kompromiset tona për të arritur atë që duam, që është kemi rënë dakord, duam të shkojmë BE, po themi. A është Beleri më e rëndësishme se kjo gjë? Apo shkenaria jon? Kjo është çështje që duhet shtrohen për mendimin tim, sepse roli i Greqisë për mendimin tim në vitet e fundit ose në dekadat e fundit ka qenë kryesisht negativ, domethënë për këtë çështje. Një replikë drejt për drejt te kjo Onexha, me qenë se unë e kuptoj barazbeshimin matematikor që ti bën gjithë kësaj, po a doje ti vërtet një hyrje në BE kur pagesa për këtë hyrje është denigrimi i sistemit gjyqësor, policor shqiptar dhe gjithashtu në vlerësimi dhe denigrimi i qeverisë shqiptare? A doja vlente një hyrje në BE me këtë lloj çmimi? Përgjigje direkte, absolutisht jo. Nëse më pyet mua, absolutisht jo. Por sa di unë për politikën e jashtme dhe për çështje ndërkombëtare, patjetër. Unë absolutisht nuk do e bëja, normalisht jo, dhe nuk do lejoja pa asnjë vend tjetër që të futej në sovranitetin tim. Kështu që kjo është përgjigje. E kisha atë pyetjen që ngritja pyetjen e përgjithshme, nuk ishte për këtë rast, por në përgjithësi, për çdo rast tjetër që do të ndali përpara. E kuptoj qartë. Petro, skena për ty. Okej, unë desha ta zhvilloj pak atë që theti Bleon në lidhje me akuzat ndaj vetvetes që ne jemi të paorganizuar në Greqi. Pyetja ime është për ju, por është edhe retorike pak. Domethënë pse shqiptarët në Greqi nuk kanë rezistuar? Sepse shqiptarë nuk ka vetëm Greqi, jashtë shtetit, domethënë në troje etnike, por që kanë ngelur jashtë kufive të 1913-s. Shqiptarë kanë në Maqedoni, kanë Kosovë, kanë Serbi, kanë Malzi, ka kudo, ka edhe në Kroaci, ka edhe deri në Ukrainë, po ka edhe në Itali që janë me origjinë arbëresh. Si ka mundësi që këta shqiptarët e Greqisë janë të vetmi që janë asimiluar thuajse totalisht. Do të thënë qamet, janë dëbuar, por gjithu dëbuan këta pas luftës dytë botërore, kaq pak ishin, edhe unë e di se ka edhe qam ortodoks. Nuk e di nëse ata quhen apo vetë quhen arvanitas, por ka dhe qam ortodoks. Ku janë këta? Ku është zëri i tyre? Ku janë gazeta që këta i botojnë? Ku janë shkollat që këta edukojnë fëmijët? Mos harrim se ka shqiptarë edhe në Stamboll sot e kësaj dite. Lagje Stambollit ka njerëz që flasin shqip sepse janë me origjinë shqiptare. Pse në Greqi u zhdukën? Arvanitët ka qenë vetëm ai Aristidh Kola që e ka ngritë zërin, pjesa tjetër e ndjejnë veten më grek se vetë grekët. Janë pjesë përbërëse thelbësore e formimit të identitetit dhe të shtetit grek, po ato i kanë dhënë figurat larta shtetit grek, i kanë dhënë Marko Boçari, i kanë dhënë Kolokotronin. Pse këta nuk e ngrajnë zërin për veten e tyre? Dhe tjetra, pastaj janë emigrantë shqiptar në Greqi, nuk duhet i fus gjithë në një thes, po një pjesë e madhe e tyre janë totalisht pa karakter sa i takon çështjes kombëtare. Vinë në Shqipëri, ne kemi pa ato videot, flasin greqisht, thonë nuk e flas shqipen. Po e pranojmë që Greqia është shtet racist. Po s'ka mendje se është shtet më racist se Serbia. Ne kemi shqiptarë sot në Serbi, në Lugin të Preshevës, që ju bojnë skema nga më të ndryshmet për t'i dëbuar në mënyra moderne dhe vazhdojnë që ndrojnë trojet veta, nuk i dorëzojnë. Kemi shqiptarë në Mitrovic që janë
në zemër të rrethuar nga armiku, lagjet bosnjakëve e ku diun, e prapë qëndrojnë, ti tash du të tregosh pak qëndres për veten tënde, ku je për tokat e tua. Ne kemi një parti të Shpëtimi Drizit, okay, ka dhënë kontributin e vet, po nuk është as pak aty ku duhet ishte. Unë mbaj mend për qemerin episode kështu të dhunshme nuk ka pas. Ka pas vetëm ca episode folklorike që doli një video me ca tipa që gjuni me kalashtin flamur grek. Edhe një tjetër që e shpallte veten president të qemerisë, nëse ju kujtohet edhe juve një person që ndroi jetë tani kohët e fundit. Po ka qenë një qam që thoshte unë jam presidenti i Republikës Qemerisë. Është shumë pak, shumë folklorike dhe shumë Po ja të bëj unë Petroj një parashtesë përpara se të flasin djemt, jam i bindur që të dy kanë goxha informacione për dhënë. Duhet të kuptosh e para fare rendin gjeopolitik dhe fetar të asaj kohe. Në momentin që revolucioni i ashtu quajtur grek, sepse edhe unë e kontestoj pjesën e vënies së emrit revolucion grek, ishte më shumë një revolucion i krishterë kundër establishmentit otoman dhe normalisht arvanitët në një pjesë të madhe për shembull kanë qenë shqiptarë që në kohën e Bizantit kanë zbritur deri në Athinë, deri në Spartë poshtë, domethënë, dhe normalisht i është lejuar të kenë fenë e tyre brenda atij establishmentit grek. Dhe normalisht kur revolucioni fillon ti do anohesh domethënë me grekun, bullgarin, çfarë të them unë tani, serbin apo italianin që ka qenë atje në atë kohë, sepse duhet të kuptojmë edhe faktin që gjitha ato nacionalizmat në qoftë se ne e marrim historinë, domethënë në një pjesën më të madhe që ne njohim të shkruar në libra, nacionalizmi është diçka shumë e re. Edhe për ata atëherë, domethënë, ndaheshin që unë jam krishter, ai është musliman. Ne tani nuk mund të anashkalojmë gjitha ato zezat që ka bërë Shqipëria në kohën e otomanëve. Nuk mund të harrojmë faktin që ne ishim të fundit që guxuam që brenda për brenda territorit ton të dilnim kundër. Se jashtë territorit ton i kanë dalë, domethënë, prijës shqiptar disa herë kundra. Po shqiptarët, siç e di ti, domethënë, edhe kur në gjatë kohës së revolucionit grek, shqiptar me shqiptar vriteshin, e kupton, tregoheshin nga ato sultanët apo generalët otoman, tregoheshin normalisht milici shqiptare në Greqi, në Korfuz, në Janin për të shtypur kryengritjet. Ka dhe këngë folklorike pafund nga këto. Edhe normalisht kjo është gjë e parë, kurse në veri është situata tejet ndryshe, sepse atje ishte e qartë edhe establishmenti i fesë muslimane ishte më i fortë normalisht, që është edhe sot e kësaj dite, dhe e kishin si mburoj të drejt për drejt. E dyta, mbasi u formua shteti i Greqisë aso kohë, domethënë, ato u vendosën stema, u vendos flamuj, u vendos doktrina e tjerë dhe ka disa dokumenta që janë, le të themi, të vështira për të interpretuar në këtë kohën moderne që jemi ne sot, por le të themi që një pjesë e mirë që atyre që ishin arvanitës u paguan për të qenë grek, siç e thotë Aristidi, që grek është një arvanitas i qytetëruar, edhe ajo pjesa që i rezistoi, i humbi postet, u dërgua në burg, u dërgua në internim, ju morën pronat, ju morën ato vilat që kishin atëherë asaj kohe. E normalisht problemi fatkeqësisht gjithmonë fillon nga vetja, domethënë, pavarësisht se diçka shumë e hidhur për t'u thënë, se duket sikur çfarë lloj gjëje të bëj tjetri, domethënë gjithmonë ja vë fajin vetes, por duhet të kuptojmë faktin që nuk kemi pasur një lloj qëndrese unifikuese. Nuk është se kanë qenë arvanitët atje mbas fitimit të luftës, nuk kanë qenë të unifikuar që të mund t'i bënin ballë edhe doktrinës ortodokse. Nuk kanë qenë.
Sepse nëse do ishin, do jetonin në një realitet komplet ndryshe. Po njëjta gjë siç ka ndodhur 10-15 vite më përpara me pagesa nga 300 euro për të thënë që jam minoritar, në atë njëjta gjë ka ndodhur edhe në atë kohë mbase me pagesa më tejet, më kolosale, sidomos çfarë ishin general lufte dhe prijes batalionesh, e kupton? Ore, unë Arvanitët i kuptoj. Domethënë, nuk i justifikoj deri në fund, sepse kam pa video të disa profesorëve grek që thonin që në fshatra tërë në Greqi shkonte profesori dhe ju mësonte gjuhën greke sepse flisnin gjithë shqip. Dhe u detyronte profesori që të mësonte shqip, që t'ju mësonte atyre greqishten, se gjithë kalamajt asnjë ndër ta nuk e fliste gjuhën greke. Se Arvanitët janë edhe pak si të përhapur në Greqi kudo, ka dhe në Athinë, ka kudo, nuk dihet se kanë arritur në mesjet, se i kanë marrë si ushtarë, nuk e di tamam. Po ideja është që ata duhet kishin rezistuar pak më shumë, sepse ke Arvanitë sot e kësaj dite që i kanë biemrat ku diun Gjika, Kola, Koka, edhe din ca fjalë kështu po nuk e mbajnë mend gjuhën e gjyshërve të tyre. Gjyshrit e tyre flisnin shqip, këta nuk e flasin. Në Itali janë izoluar me shekuj ata Piana degli Albanesi, ku diun në fshatrat e tyre, edhe s'kan pas kontakt me Shqipërinë fare, kanë qenë përtej detit. Ne ishim pushtim turk apo në komunizëm dhe ata kanë luajtur rolin e vet. Ne kemi pas patriot nga Arbëresh, ai Serembe, ai tjetri që harrova që ka shkruajtur këngët e Milosaus, kanë kontribuar për kauzën shqiptare, ndërkohë nga Arvanitët hiç zero. Okej, mund të ketë ndikuar kjo e fesë, që i quanin turko Albanos, prapë shumë pak, po nëse Arvanitësve po ja u falim. Po brezit ri janë fëmijë rritur në Greqi, mosha jonë, nuk flasin shqip. Prindërve tyre nuk i vjen zor nga vetja vet. Domethënë është i kompleks inferioriteti e një ignorancë skajshme, sepse ti Greqia aty është 10 minuta je nga Shqipëria, nuk është se ke shku në kontinent tjetër. Kjo është ekstreme. Pastaj desha të them edhe diçka në lidhje me atë që tha Karli për të paguarit e Greqisë në Shqipëri. Jam i bindur që ka të tillë të paguar. Nuk e di nëse janë të vërtetë ata të artikullit, por jam i bindur që ka. Po s'është se kemi nevojë të bëjmë edhe hetime të mëdha, sepse e kemi Dulen Haptas, që ka qenë nën kryetari i parlamentit, deputet, edhe bënte propagandën e Greqisë, helenizmi këtej, helenizmi ande. E kemi Belerin. Beleri ka shkruajtur me mballë. Që edhe Arjan Çanin. Po, është Arjan Çani thot atë dhe ujnë Greqia, ose vën atë këngën Athina mu duke glorifiku Athinën, ndërsa kur flet për Shqipërinë, flet me tone degraduese për popullin shqiptar, ose përshkruan si popull kështu fshatarë që shiten për një pul, ose thot pastaj që po dole nga unaza e vogël janë njerëzit shumë janë provinciale etj. Domethënë në Shqipëri ka një qasje elitiste dhe si më thënë të urrëties ose të diskriminimit për një shtresë të popullit. Ndërsa për Greqinë ka një adhurim dhe merr dhe vlerëson çdo gjë që thuhet nga Greqia. Dhe ky është një person që ka një emision në një televizion kombëtar, ka një emision me një ndjekshmëri të jashtëzakonshme. Është person që është shqiptar, është rritur në Shqipëri, mund të ketë nënën greke, nuk e përjashtoj. Po është produkti i Shqipërisë, është rritur në komunizëm, ka qenë te gazeta Koha Jon bashkë me Ramën e me gjithë të tjerët. Ka shkuar ca kohë në Francë, është kthyer, ka marrë benefite, domethënë është bërë pjesë e elitës së Shqipërisë nga sistemi i Shqipërisë. Ashtu me gjithë metat e veta, këtë person e ka vënë në krye të fushës vet të gazetarisë. Nuk është një person i diskriminuar dhe komuniteti grek në Shqipëri, qoftë me vizat, qoftë me ato pensionet e famshme, nuk ka qenë i privilegjuar në Shqipëri. Kanë patur edhe në kohën e komunizmit Rita Marko të tjerët, po edhe tani nuk është se nuk kanë patur privilegje, nuk kanë patur poste, nuk kanë patur mbaj mendet në Ranzin që thoshte i shkuan të timorët në Ranzit edhe thoshte unë do lajmëroj ambasadoren amerikan. Kështu që nuk kemi nevojë të bëjmë hetime, ata janë haptas, janë shqetur dhe thonë pa pikën e turpit. Ndërsa për kauzën kombëtare kemi njerëz si Mustafa Nano që thonë jo jam kundër bashkimit me Kosovën. Jo po gegët bëjnë shtet, gegët bëjnë kom, toskët bëjnë shtet. Domethënë janë përçmues për një pjesë të popullit shqiptar, ndërsa kur vjen puna te grekët apo tek Europa janë lëpirës.
Edhe fundi që desha të them është se Greqia është një hap paranesh edhe politikisht, sepse unë kam lexuar disa artikuj në ditët e fundit të majtës greke. Majta greke kritikohen të Beleri, edhe thoshte që ne duhet diskutojmë për të kaluarën e këtij njeriu, për të vendosur a duhet ta mbrojmë apo jo. Edhe ishin gazetar, ishin intelektual të majt. Domethënë Greqia ka një djathtë ndonjëherë ekstreme, ndonjëherë djathtë konservatore, ka dhe një të majt liberale, cilësore, ndërsa në Shqipëri kemi vetëm një apati, apo një, si e theti Bleon, hajt, bëhet çat bëhet, një rokopuj, nuk e kupton kush tamam as pozicionin se ku është, as majt, as djathtas, nuk është askush as nacionalist deri në fund, sepse shitet, as i majt nuk është deri në fund, sepse bëhet direkt me biznesin, pra kemi më shumë një ignorancë dhe një pasivitet në lidhje me politikën dhe në lidhje me çdo gjë në sferën publike, sesa një identitet mirë përcaktuar siç e ka Greqia, se Greqia duhet ta themi ka dhe anarko-komunist, ka lagje në Athinë ku nuk futet dot policia, egzarkia si quhen ato, si di tamam. Kështu që është një vend evropian me një kulturë politike. Shqipëria është shumë pasive dhe prapambetur në këtë drejtim, për mendimin tim. Okej, Astrid. Jo, Petra e përmend një bukur që tha për vanitëse që nuk njihen kërkon, dhe nuk ka nëse lloj influencë që politikisht, qoftë ku di unë, qoftë me dalë me bërtit në mahall, po them. Me që zonin e tyre për me kërku drejta, po është karakteristike tonë shqiptarëve edhe në vendet tjera, sidomos këto që kanë emigru mas vitit të 90 kam fjalën, për mos muni, për mu integru në për shtetet tjera, edhe për mos me lëviz, dhe me thonë as thonin, për sa i përket i çështjet kombëtare, sepse në radhë parë na mungojnë liderat, në radhë dytë, ajo politika shqiptare ka kanë që ka kanë më shumë përçarëse se sa bashkuese. Dhe deshta me thonë që nuk janë vetëm arvanitësit, janë edhe pjesa tjetër e shqiptarëve që janë krejt në heshtje. Fan roli i diasporës të vitet e fundit me çka kanë ka kanë zero, ose mos me thonë zero, po ja lej fare përqindje që mund të ketë bana kush, që mund të ketë ngrit zani me një artikull, sa me çu pluhun, jo gjë më të madhe se aq. Edhe kisha pas kam përshtypjen se do kishte kanë jemi shpëtit pak diasporën, më organizuar në shtetet ndryshme me mbledh me shoqata, si është ajo vatra në Amerikë, po edhe ajo është ndame se aty kanë hyrë, kanë korruptu këto politikanë tonë, jo gjysa me i kra tjetër, ne na mungon kjo gjë. Edhe përse përket politikë shtetit grek që tha që ishte në politikë të hershme të lashtë, deshta me juftu me po gjendjen ekonomike të Greqisë dhe manovrat politike që ka bë 20 vitet e fundit për më arrit me kuptu se kena përballë. Faleminderit. Shiko, unë do t'ju përshtë përsa i përket arvanitëve, do me thënë, ose para se të karret arvanitëve, do të shtoj diçka për Çanin. Unë nuk mendoj se Çani është aq problematik se sa e shihni ju, sepse në qoftë se vërtet Çani do kishte Çani është palaço bu. Mirë, është palaço, është çfarë lloj gjë mund të ketë ai, është stili vet ai, siç e tha Petro përpara, ai sistemi jon e ka nxjerrë dhe nuk ma hamënja që është e drejt nga ana e jon si spektator tash ta fusin ta kryqëzojnë Çanin atje, sepse nëse do ishte vërtet aq i keq plak, kemë qindra mira gazetarë të tjerë shqiptar me fevzie, me budalliqe, leshe preshe çfarë nga njëri tjetri. Pse s'ka dalë njëri drejt për drejt i bëj këto akuza nëse që nga kaq le të themi është plot paria Bleon e cila gjendet në një ndikim jashtëzakonisht të fortë grek. Po shiko, ideja është se Çani si individ, si Çan vetëm nuk bën dot asnjë gjë. Kjo paria që mund të ekzistojë, siç e përmend ti, është tjetër gjë. Pastaj dalim në konkluzionin që nuk është Çani problemi, pra. Problemi janë ata të tjerë. Çani është një pjesë e problemit, Bleon. Kampanja e qartë Albanian Stats, i cili kishte mundohet të lutem, më shiko. Mundohet ta kuptosh këtë pjesën, sepse unë nuk mendoj se për Çani është problemi, sepse e zëm se është të gjitha ato gjërat që juve përmendët. E marrim të mirë qenë.
atëherë problemi është ku dëgjon 100% shqiptar, me gjenetike, me certifikat në çfarë doni ju. Pse nuk u dal ka një tjetër më valla? Meqense ky qen ka, domethënë kaq i ligë, kaq i ke, pse nuk dal ka një tjetër që të bëj baraspeshën. Pra del gjithmonë si për çdo lloj gjëje tjetër që ne nuk kemi një barazpesh, ne nuk kemi një shkëmbim, një betejë idesh të shëndetshme në Shqipëri. Edhe nëse del një person si Çani, sepse edhe pavarësisht se mund të ketë arritur në majat e ka shikueshmëri etj, ne duhet ta kuptojmë siç e tha Asriti edhe materialin që jep Çani, e kupton se është entertainment, është hare, është argëtim në pjesën më të madhe, edhe Trash më burr trash. Arjen Çani bën trash, ka jetu me trash. Futë atje, kështu që ne nuk mund t'i japim një lloj piedestali që nuk i takon. Kurse për sa i përket pjesën e Arvanitëve, do ju thoja të dëgjoni këtë anekdotën që unë kam përjetuar dorë parë. Para disa kohësh, para se mbaroja dhe studimet, unë kam jetuar në një konvikt dhe kemi pasur një student Erasmus grek nga Rodosi, të cilit i vjen e dashura për vizitë. Tash i dashura duke bërë muhabet e sipër aty te shtëpia ime, pasi kishim gatuar, ishim mbledh një ca vet, duke pi mbi emrin e kishte Dhimos. Normalisht unë si bleon që jam, domethënë kështu smërie, nuk më la krimbi, e fillova e pyeta kështu, nuk tha asnjë lloj gjëje derisa i dashuri vet ishte aty. Në momentin që ai ikën për të bler cigare, edhe mua dhe ati shoku tim na rrëfe që shife se unë jam arvanite nga një fshat i Janinës, po babai na ka mësuar që të vegjël që mos ta themi sepse do shtypemi, do na quajnë turq, do na quajnë jevgj, do na quajnë kështu, edhe normalisht ata janë zhytur në një, le të themi, në gjendjen më të keqe që mund të jetë zhytur një popull, që është i vetë censurimit, i vetë gjykimit, i vetë paragjykimit, sepse normalisht duhet të kuptojmë edhe momentin se si ata janë rritur në pjesën moderne, sepse kur muret e Shqipërisë ranë, edhe shqiptarët shkuan atje, normalisht fatkeqësisht u bën 101 gjëra, e kupton, edhe normalisht ata e kanë pasur dhe problem edhe me të drejtë në një farë pike që nuk donin të afilioheshin me UBB kriminal, UBB vjedhin, UBB ignorant, UBB fshatar etj. E ke parasysh se duhet, pavarësisht se këto gjëra tingëllojnë qesharake ndonjëherë ose në ana tjetër tingëllojnë edhe gjëra që janë të rëndësishme, po duhet ta kuptojnë që për njeriu normal, domethënë i intereson shumë se me kë afiliohet ose me kë përzihet. Normalisht ata nuk kanë pasur një bazament fort siç ka pasur ku dëgjon, le të themi ajo diaspora italiane në Amerikë, që kishin diçka me sa të mbureshin, domethënë ata le që kulturën e vet, domethënë vetëm çaj kishin mbajtur me kisha e kanë akoma, por nuk kishin as një shembull sepse ne ishim aq vite komunizëm. Por unë mendoj se ky argument mund të vlejë për çamët, sepse një pjesë shumë e madhe e çamëve janë në Shqipëri, por nuk vlen për arvanitët. Arvanitët ne do të trajtojmë si ai prushi, poshtë hirit që Gacem lume, thonë Shkodër. Nuk e di unë tani, na vë titrat për atë që the, po që Gacë është thëngjilli mbuluar. Po pra, po, atë po mendoj. Është si thëngjill, domethënë që duhet mbrojtur, edhe vitet e fundit ka filluar shumë, unë jam edhe në kontakt drejt për drejt me nga ato kanalet më të mëdha që ka filluar edhe nxjerr materialet e gjithë arvanitëve, domethënë. Edhe mendoj se duhet i kushtojmë Blan fal, ata kanalet që ma ki sugjeruar mua, Krye Zoti në YouTube çuna. Mos harro. Po. Krye Zoti ja sugjeroj gjithëve, keni edhe këngë, keni recitime, keni këto formula pakzimi, lutje, çfarë do doni ju, keni atje, keni histori etj. Website aty ka qenë një website Vargmal, ka qenë shumë i mirë, po e kanë mbyll posta. Edhe ideja është që pra duhet të kuptojmë edhe faktin më të madh, domethënë që arvanitët e kanë jashtëzakonisht shumë të vështirë të afiliohen si shqiptar, të tregohen si shqiptar, edhe e kanë vënë edhe në comment feedet e tjerë, ata ndihen pak keq kur një Bleon apo një Petro i shkruan në komente që mos e ti shqiptari, se le të themi të drejtën, le të themi atë të vërtetën më të hidhur që shqiptar ata në kuptimin siç e themi ne nuk janë.
sepse janë me aq vite. Ata janë arbër. vlezëri tan, ata janë të lidhur drejt për drejt në mënyrë me ne, po siç jemi ne shqiptar, ata nuk janë. Edhe ne duhet që avash, domethënë me kujdesin si kujdes foshnjeje, domethënë ti mundohemi të japim disa gjëra të mira, do se çdo interesi, çdo marrëdhënie fillon nga një interes i përgjithshëm, edhe interesi për ata do jetë që të kuptojnë që tek ne të shohin një aleat, të shohin një vlla, një motër, të shohin dikë tek i cili mund të mbështeten, të shohin dikë me cilin mund të komunikojnë edhe jashtë asaj të përditshme së tyre. Kështu që i kam një çik kështu me merak, domethënë, edhe nuk dua t'i lejoj të kritikojmë shumë, sepse kemi pasur edhe ne shumë herë si shtet, jo si Bleon, për raste për të ndihmuar dhe kemi dështuar në mënyrë spektakolare. Nexhi? Bleon, a mund të them diçka për kundërpesh, ju kërkoj falje që unë që po prej. Po. Diçka për kundërpesh të kësaj që the? Po. Unë desha të them që do të kemi pak respekt edhe për gjithë ata shqiptarë që janë djegë dhe janë pjek vetëm për arsyeën që nuk janë dorëzu për faktin që janë shqiptarë, nuk kanë dorëzu gjuhën, kanë bajt jo vite, po dekada burg, kanë vujt vetë edhe familjet e veta, edhe gjatë pushtimit turk ka pas zona, siç është edhe vetë Himara, që ishte zona arbërore, e cila nuk pranonte të bëhej as të ndronte fen, po as të nënshtrohej ndaj turqëve, pastaj ka që nuk janë nënshtruar slavëve, pastaj ka që nuk janë nënshtruar grekëve, domethënë ka patur edhe patriot ortodoks shqiptar që janë vrarë nga andartet apo nga kisha greke, se thonin unë jam ortodoks, po jam shqiptar. Unë mendoj për këta arvanitet, nëse ti nuk je i gatshëm, jo arvanitet, po secili person në secilin cep të globit. Nëse ti nuk je i gatshëm të luftosh edhe ndoshta edhe t'ja japësh jetën për identitetin tënd kombëtar apo fetar apo familjar, çfarë do lloji qoftë, edhe pranon ta ndrosh emrin, pranon ta ndrosh të thuash jam i një identiteti tjetër, atëherë ti se meriton me qenë shqiptar vlla. Je grek, mbaje me shnet, mbaje edhe privilegjet që t'jep kjo, por ti nuk mund t'jesh po aq shqiptar sa një tjetër i cili është sakrifikuar me breza vetëm për faktin që ose ka shkri pasurinë e vet si Hasan Prishtina, që e ka shkri gjithë pasurinë e vet për kauzën kombëtare. Ndoshta nuk e meriton. Edhe përveç kësaj, e kuptoj që ata janë nën presion, por ka disa njerëz tjerë që nuk janë nën presion, po duan privilegjet. Janë si puna Hysni Milloshit. Hysni Milloshi ishte nga Mati, edhe fliste si lab, se ishte oficer i Partisë Komuniste, kur ra komunizmi u bë ai komunist, sepse ishte nostalgjiku më i madh për Enver Hoxhën, edhe fliste si këta lebrit për të bërë ne partia jonë e tërcipërci. Domethënë, njeriu kur largohet nga identiteti i vet, kur e mohon identitetin e vet, atëherë ndoshta nuk e meriton atë identitet. Po unë prapë qëndroj optimist, për t'ia dhënë fjalën e Nexhit direkt pas kësaj, prapë qëndroj optimist, domethënë që kjo gjë që thua ti që nuk e meriton, kjo ka ndodhur. Ata që prej 100 vitesh nuk e meritojnë me atë, kurse këto kohët e fundit po ndizet diçka e re. Edhe në këtë mënyrë unë dua të qëndroj optimist dhe mbështetës dhe dua të jap paçka një shans. Nexhi, pastaj triti. Ndërtet Blon. Merdi për të qesh çfarë kur u fol pak për Çanin, se vërtet mbien çudi ndonjëherë që merren seriozisht fjalët që thuhen nga ai, sepse ai në fundit është një showman, domethënë, dhe ai e pranon atë që është. Ai është një moderator të një emisioni që ka një profil të caktuar për cilët nuk mund të merret seriozisht, dhe ai vetë thotë që televizioni është vetëm gënjeshtër, kështu që ai e bën dhe pak për provokim, për të rritur Jo vlla, sa ai e merr Belerin në emision edhe vjell vrerë ndaj Shqipërisë, thotë këta janë turq, këta janë taliban, shteti grek, domethënë e kuptojmë ka disa pjesë ku ai nuk është ironik fare. Unë besoj që e bën, çfarë besoj, nuk e di, po unë besoj që ai e bën vetëm për të marrë shikus, vetëm për të marrë, qoftë edhe njerëz që e shajnë, domethënë sa ai thotë më shani sa do doni mbushme, domethënë është showman, nuk duhet të marrë shumë seriozisht. Më seriozisht duhet të marrë politikanët nëse bëjnë deklarata të tilla, sepse aty është problemi, ja, ai është jam dakord me Bleonin që nuk duhet të marrë seriozisht si personazh. Po duhet siç është showman, duhet shijuar kaq. Tani, për çështjen e Arvanitas në përgjithësi, doja të thoja këtë gjë që
është vërtet një nga dhimbjet më të mëdha besoj tonat, edhe një nga gjërat që nga padrejtësi do thënë, më të mëdha historike, po duhet mos harrojmë të gjë që ne e dimë që historinë është shkruajnë fituesit. Kjo është ajo që dihet botërisht, kështu që në këtë rast dhe kjo është një nga rastet e tilla ku nuk janë fituesit që kanë shkruar historinë për këtë arsye edhe ndaj atyre është bërë padrejtësi, kështu që nuk e di do vinë ndonjëherë ai moment që mos jemi më ne humbësit, po të jemi ne ata të cilët do të paktën të vëmë një lloj baraspeshe në vend, qoftë edhe për historinë e të gjithë shqiptarëve, po themi, por në këtë rast për arvanitasit dhe të paktën të kthehet një pjesë e vërtetë e historisë siç ka qenë dhe jo të nxirret poshtë gurëve siç nxirret nga fundi i dheu tani, domethënë edhe nuk thuhet se Greqia jo, po as Europa nuk e njeh, jeni të sigurt për këtë. Sepse Europa dëgjon gjithmonë historinë e fituesit, siç është këtë rast Greqia. Kjo është dhimbja më e madhe, ky është problemi më i madh. Po ne para se të japim fjalën Astrid, më fal Astrid se po ta vënoj fjalën. Po mirë, domethënë i bie që ne jemi kështu në Teufelskreis, jemi në një vorbull që s'ka krye, domethënë, sepse nëse dëgjohet ishte u vran u thern ata për jashtë. Ju mori djalli, ju mori sa bretisni. I bie që ne asnjëherë mos të ngrem kokë, domethënë, se përderisa të dëgjohet gjithmonë i fortë dhe gjithmonë fituesi, i bie që neve kështu bjerizi bie bukur, domethënë, edhe Historia ndryshon edhe nuk besoj që do të jemi gjithmonë Historia nuk ndryshon vetit, po vallë të ndryshoj historinë. Si ka më ndryshuar historia, po presim ulën edhe presim ta ndryshojnë historia. Presim vit tash lirojnë tjerë, në napin tjerë drejtën. Po shkojmë me mua drejtën tonë, nuk ta nep kush për zotni. S'ka ka dhënë kush si shqiptar historikisht. As mund të pyes kërkujt. Mund përpiqesh vetë dhe mund mos ja dalësh. Ky është problemi. Po mi u përpjek mos me dalë, po më ndajt mos i mi lutesh, i cila është zgjidhja? Gjithmonë më ndihet, është pyetje retorike, po që çështja është që ne jemi mundu dhe nuk e kemi mundu nuk jena ne, se me pak kanë mundu ne kishim pas shtetin ton, shtetkom, kishim pas metroje krejt mren, mundu nuk jena ne. Na kena ne vetëm që na kanë dhënë tjerë. Na kanë dhënë konferenca e Londrës na dhaj këtë Shqipërisë kena sot. Edhe një tjetër të majt, as janë të basi edhe përpjekjet në Bashkimin e Kosovës, që është legitimisht, me thon pjesë e trojeve shqiptare, që nuk do të me prit leje për shteteve të tjera për mu bë bashk, në mënyrë më absolute, sa shtetkom. Po dikujt intereson që ne me ne ndami shtu, copa, pjesë, mos me pas arvanistas aktiv, mos e pas refugjat që janë në Itali, ose në Angli, ose në Amerikë aktiv, me kanë pro shqiptar, intereson me nejtë but. Janë një ta qarqe që janë të të sënu ty sot. Edhe mu nuk bëqen kjo qasja, si e njani, si e tjetit, dhe me thonë që, mos i kritikojmë arvanitas, të kritikojmë që shkeme të, që du të me thonë në për Kosovar që ka jetu në Serbin tonë jetën e tyne. Që do të si mund është ti me dhe me thonë me Astrid do ta shikon, nga ana e viteve duhet kuptojmë që kosovarët kanë jetuar nën serb pothuajse 100 vite më pak se sa arvanitët. 100 vite më pak, po çka kanë hek kosovarët rrezik duke kanë hek arvanitasit. Jo, po jo arvanitasit. Plaga jote dhëm më shumë se sa e tjetrit se e keni. Jo, dakord, plaga jote, po ama kosovarëve ka akoma shqiptarë në Lugin që jetojnë në shtetin serb, edhe shqiptarë malzi që jetojnë në shtetin malazik. Në shtetin ke atë të Maqedonisë që harruam i përmend krejt. Edhe në Serbi edhe në Malzi çuna janë. Edhe që i kanë rrit zakonet, traditat. Ke hala një ta dush, ke as krejt kuçi, krejt kuç 40% e malit zi. Djema shiko që ta sjellim çike në një baraspesë të gjithë bisedën se. Mos bën krahasime. Nuk po bëjmë kështu kontestime dhe konkurse kush është vuajtësi më i madh dhe viktima më e madhe, se nuk është ai sensi muhabeti. Ideja ishte që ata ishin kryefjala e asaj fjalive dhe është kontekst
pavarësisht se juve ju duket e njëjtë, është jashtëzakonisht komplet e ndryshëm, burr. Po flasim për më shumë se Po 200 nuk ka vite. se kanë komplet e ndryshëm më burr, se një krah i tu rreziku jetën, në krah tjetër i tu rreziku me thirrë tjetër i magjip ose gabel ose turk. Po sepse ata e kanë ka rrezikuar njëjta. jetën shumë herë përpara pra. Kjo Po e Kosovës ku është kërcënuar Vanita si me jetë o mu bë greko s'ka. po Cili ka kanë rastisht ku Vanita si të 800 kërcënuar nga me jetë. 830-a deri në Si nga 830 më ata kanë bërë vetë shtetin grek, më burën kanë vetë si ka kërcënuar kush në herë. Kosovarët i kanë kërcënuar me jetë dhe kanë pranuar me dekë dhe se kanë ndru. Po Astrid, shiko, të lutem se kjo është pjesa domethënë që duhet i trajtosh dy njësoj, siç e ke njohurinë përreth pjesës së shqiptarëve të Kosovës, që ti e di shumë mirë që unë ndaj të njëjtin mendim atë, të njëjtin njohuri do të kesh edhe për pjesën e Arvanitës. Dhe kjo që ne e pranojmë që ka ndodhur në Kosovë edhe në të gjitha trojet veriore apo lindore shqiptare, ka ndodhur në territoret jugore shqiptare me pothuajse 100 vite përpara se të ndodhen në këto. Por genocid ka pas vetëm çam, se arvanitësit janë vrarë njëri tjetrin, më thon janë vrarë ata ortodoks me musliman. Më thon as me grek nuk kanë qit push. Po s'ka grek o burr, ku ka grek? Nëse Ka grek mirëfill nuk ka më, se grek janë o kanë met në për në ishull ose Shiko, po këto janë, po nuk dua të futen tani në për këto hije, domethënë se edhe një grek atë do thoshte për shqiptarin, një turk do thoshte për rumunin. Ai mund ta thoshte, po do të ishte gabim blan. Mirë, po nuk kemi për të diskutuar të ideja është që kur unë them që i kam me merak arvanitët, nuk e kisha në asnjë mënyrë që mos të kritikojmë hiç. Por duhet të bësh vendin siç është vendi, domethënë. Edhe normalisht është një kontekst tjetër historik, dhe kjo nuk është faktuale. Por janë dhe qamet, janë vetëm arvanitët, se qamet kanë mësuar një genocid, kosovarët kanë mësuar një 3-4 genocide, 1913, 1940, 1999, e prapë vazhdojnë e qëndrojnë aty. Ka pasu QK, ka pasu QPMB, ka pasu QK edhe në Maqedoni. Nuk di unë të ketë pas në një organizat luftarake qame. Mi pra çfarë është se unë nuk po kuptoj, domethënë ku doni të dilni me këtë pjesë në plak. Ti duhet të regjistosh. Po përmendi faktin që gjithë kohës se po flisin si Donald Trumpi, që thotë do na dal, Bleon na verion, do na dal se jena më trima. Jena më patriotë se të tju. Puna është që duhet të regjistosh aty ku je, pastaj nëse s'mundesh, e si adel është tjetër gjë. Po s'rezistojnë në plak. Ore Petro tash të lutem shumë, nuk e kanë atë forci, domethënë duhet heq dorë fare nga ata. Jo më blan se s'po të kush me hek dorë për asaj. Ajo që thashën që në momentin kur ti të flitesh për ta, mos e fol që ase nuk ju vën fajt tash pak shpotitje duhet, a kupton se po them me i var më burr. Jo, po unë me atë e nisa. Pak shpotitje duhet, a kupton? Pse? Për fjala unë le ti harrojmë edhe çantën e arvanitës. Po shqiptari që ka shkuar mbas viteve 90 edhe thot racizmi grek më ka detyruar mua që të ndroj emrin. Nuk të vjen turp ty që ke ndruar emrin për një rrog te greku? Mund të kishe shkuar në Itali, mund të kishe hyp gomone shqiptar. Po thoj ti për rrogët e greku. Ata vjen 3 muaj mbjellin ullinj edhe kur kthehen sikur kanë 60 vite atje. Po do t'ju vije turp më burr. Të ndrosh emrin ti, e të thuash jo. Ajo është thjesht ignorancë pastaj. Nuk ka lidhje domethënë me gjeopolitikën. Ajo është ignorancë jona. Ekonomike, nuk janë në kushte barabarta. Kaq. Është pamundësi herë se nuk u dëgjove. Është pamundësi ekonomike, nuk bëhet fjalë për tani që ata shkojnë dhe ndrojnë emrin me qef. Bëhet fjalë që je në kushte shumë pa barabarta dhe shkon si emigrant ekonomik në një vend tjetër. Edhe ti nuk mendon fare jo për arvanit, jo për çam, po ti harron të gjitha dhe thjesht për nxjerrat bukën e gojës, bën çdo gjë, që është e trisht për të qenë, por që kjo është e vërtetë. Shikoj puna, ata shteti grek e ka perfeksionuar një sistem asimilimi të jashtëzakonshëm këto 200 vite, sepse kanë marrë lloj-lloj popujsh, lloj-lloj s'kan identitet etni greke, nuk është se ka aty, mund të bëhet një argument për të sakonet që janë një minoritet gjuhësor, e cilët mendohet të jenë nga grekët e lashtë, po për të gjithë tjerët janë aty, o janë shqiptarët, janë vllejhet, janë slavet, janë këto të krishterët ortodoks të ardhur, edhe shteti grek që s'ka grek. Edhe shteti grek është jashtëzakonisht
i aft për me asimilu popuj tjerë, kështu që ndoshta pak mirë kuptim. Jo plotësisht, po pak mirë kuptim. Okej, japim Kali fjalën ka drejt, diellit. Diell ti e ke fjalën se e ke ndes 2-3 herë. Bashkohem me Kalin këtu, unë kam përshtypjen, është bërë një propagandë fantastike e pa parë ndonjëherë në historinë e Europës, dhe kundër shqiptarëve, kundër humbjes së identitetit shqiptar, edhe lidhet me agjentë ruse, është krijuar Greqia, greqishtja në Greqi pak a shumë nuk është folur pothuajse fare. Vetëm njerëzit kanë folur pak a shumë shqip, bullgarisht, rumun, turqisht, grek nuk ka pas aty. Aty ja shifni kërkoni për një dialekt grek që mund të ketë në Greqi. Ka dialekt grek, grek bizantin. Ka dialekt grek bizantin. Ka dialekt grek bizantin, por ka në Qipër afër Anatolis, si themin Anadolakut, por nuk ka dialekte greke në Greqi, as në Manin, as i vend. Kështu që unë them që është bërë një propagandë fantastike, është e pa parë në historinë e Europës. Kaq desha të them. Okej, Petro, jepi fjalin për mbyllje për këtë temë se do kalojmë çik te tjetër. Në fakt është polemike. Është polemike, s'është përmbyllse, se edhe unë i kam gjuar këto argumentet e Elena Kocazhit e tjerëve që thonë jo po s'ka grek. Unë jam dakord fare me këtë se Greqia është një ndër shtetet me trashëgimin më të pasur në Europë dhe në botë ndoshta, sepse ka edhe arkeologji, ka edhe, domethënë, Greqia ka trashëgimi të Greqisë lashtë. Ka trashëgimi të Bizantit, i cili fliste greqisht i gjithë dhe ishte perëndëria romake e lindjes. Domethënë Greqia nena ka themeluar qytetet tona, Dyrrhahi, Melissus që ishin këto, vinin Helenët, bënin qytete tek ne, sepse ilirët kishin vendbanime nuk i kishin aq shumë në formën e polës. Greqia i ka mësuar botës demokracinë, i ka thënë filozofët e vjetër. Greqia pastaj vazhdon me Bizantin, i cili fliste greqisht i gjithë, i paleologët e gjithë ata tjerët. Mesjet pastaj vazhdon me luftën me perandorinë osmane etj. Pushtohet nga osmanët edhe ajo si gjithë tjerët dhe bëhet një revolucion 1825 që dhe bëhet shteti modern grek. Tani unë kuptoj që shteti modern grek ka probleme, është krijuar në bazë të fesë, ka minoritete etj, po thosh që s'ka grek, mund duket e tepër, sepse ka një trashëgimi shumë të pasur. Edhe ne është okay që ta lutem diell mbyllë se bën Jehova. Është okay që ta afirmojmë identitetin tonë, të themi se kush jemi, të themi që gjuha jonë është një ndër më të vjetrat në Ballkan edhe në Europë, është shumë okay. Po tash të mohojmë që s'ka grek, nuk ekziston greku fare, duket një naivitet i papam edhe si di. Mirë, se shiko, nuk do ta vazhdojmë të Kare. Di që edhe Kare dielli të duan. Jo, po më lejo tash të jap një kundër argument, është më blan mas. Shiko, jo, po se e kemi dëgjuar, sepse unë do ju ftoj që po jo se ke dëgjuar blan, nuk e ke dëgjuar. Po mbaj shkurt pra. Mbaj shkurt. Nuk ka grek në Greqi të paktën, ato që ka janë mbetjet e kolonive të vjetra të Greqisë së vjetër, cilët janë gjithkund nëpër mesdhe, janë mbetjet e Bizantit, por gjuha koine, e cila flitet sot në Greqi, është një gjuhë tërësisht plotësisht e importuar. Kjo shifet shumë qartë se nuk ka asnjë lloj dialekti, domethënë flet një lloj greqishte, flet ai nga mesi tjetër, kurse shqiptarët, shqipja e cila është një gjuhë organike, ndryshon, unë e dalloj Lezhjanin të folën, i cili nuk është as 30 kilometra larg Shkodrës. Dhe këto janë karakteristikat një gjuhë organike dhe me një gjuhë të cila është mbivendos një populli, ose në rastin e Greqisë, e cila ju është mbivendos disa popujve thjesht e vetëm për një ide romantike, filohelene që kanë pasur europianët në shekullin e 17, 18, 19. Dhe kjo është ajo e cila nena ka sjell Greqin këtu, dhe grek në sensin etnik nuk ka. Fetar mund të argumentohet, po një etni greke nuk ka, shifet edhe në testet ADN-s ku i del shqiptarëve me grekët, i del pak a shumë njëjti
version, sepse nuk është etni e ndryshme. Kaq kisha. Okej, po e përmbyllun Petro, më lejo ta përmbyllun. Fundit shumë të shkurtër. Du të them që domethënë grek ka, sepse grek ka patur edhe në kohën e Alipash të Pelenës, në borrin e tij kishte njerëz që flisin greqisht. Nuk besoj se Sakonet. Nuk besoj që greqishtja nuk ka dialekte, sepse gjitha gjuhët marrin pak a shumë formën, marrin theksin, marrin dialektet e veta. Po shko interesoju. Greqishtja moderne rrjedh nga versionet e greqishtës lashtë dhe është vazhdimsi e tyre. Nuk është marrë në formë artificiale dhe ju mësu në shkolla njerëzve. Kishte njerëz që flisin greqishtën gjatë gjithë kohës, kështu që mendoj mos ta teprojmë në këtë argument. Okej, po jap unë argumentin tim për mbyllës, domethënë, dhe nëse keni interes, ftojmë bëjmë një space vetëm për të punë. Unë mendoj se asnjëri nga ju dy ka drejtuar para fare, sepse unë mendoj se ka grek, edhe ka pasur, edhe ka do të ketë, por gjua moderne greke është gjuhë e ndërtuar. Duhet të kuptojmë që gjatë kohës së Bizantit dhe perandorisë romake, gjua greke ka qenë gjuhë teknike, lingua franca asaj kohës, gjuha e kishës, gjuha latinishtja sot. Edhe gjuha e politikës edhe e fesë, siç ishte latinishtja në krahun perëndimor. Edhe Petro, kam pasur dhe një debat me një djalë tjetër, mbasi kisha atë podcastin e fundit, kemi pasur një debat për disa fjalë që ai kishte thënë atje, dhe ideja është që ne gjithmonë i ngatërojmë pjesën e kulturave organike të rritura dhe të zhvilluara në mënyrë natyrale me këto imponime, le të themi, ose jo imponime, po janë këto konstrukte mbivendosje. Si ti mbivendosje, domethënë, sepse i bie që le të themi nëse do ndodhte një luftë bërthamore dhe në Amerikë do krijoheshin disa shtete të tjera, domethënë do thoshin ne po këto amerikanët janë më të vjetrit sepse gjuha është folur në Spartë. Urdhë? Ju po thoni se s'është folur greqisht. Çfarë gjuhë është folur në Spartë para kësaj koines? Është folur shqip? Po jo, shiko, unë jam një fan se edhe për të bërë ndryshimin mes greke dhe helen, pavarësisht se në Shqipëri në gjuhën shqipe moderne është e njëjta gjë. Për mua nuk është e njëjta gjë para fare, sepse po ta vësh re edhe në ato deduktimet e Homerit asaj kohe, domethënë ata kishin edhe probleme ose vështirësi kuptimit të dialekteve në ato kohë, kurse për sa i përket fjalës që jo, po do të kesh parasysh që janë, nuk e di si thon akcent në shqip, po neç. Theks. Për shembull, pra, gjua greke ka thekse, po nuk ka dialekte. Kjo është e saktë që gjua greke nuk ka dialekte. E ke parasysh? Sepse janë gjithmonë këto gjuhët e mbivendosura, domethënë që dialekte nuk kanë, ka vetëm thekse. Siç është gjua angleze në Amerikë, që ka thekse nga më të ndryshme, po nuk ka dialekt. Siç është ajo në Skoci apo siç është ajo në Irland për shembull. Gjithsesi, prandaj unë jam në mes të juve të dyve dhe nuk përputhem 100% me asnjërin asnjë tjetri. Kështu që të lutem ose Nexhi ose Petro tashit na bëj çik parashtrimin e naftës. O më shqipni, kusht ka qit me krye, i ke pas qenë o një anë, urat e dheo të tjërë